Mirë se vini në podcast Boj Gjulli Rodi. Sot kam një të ftuar të veçantë, Ariodita Mostali. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Mentore dhe konsulente biznesit. Ariodit, shoh shumë video tuaja, po ka herë shumë mi ngarkohem se ka shumë informacion të avancuar. Ç'a ban taman? Taman jap mend me parë dhe pa parë. Okej, pra paguhesh për me dhënë mend. Paguhem për me dhënë mend. Okej, të shumë të më thush me fjalë pak më kështu. Atëherë unë bëj konsulencë zhvillim biznesit. Konsulenca zhvillim biznesit kryesisht konsiston në zhvillim horizontal biznesit. Pra çdo biznes kur ka nevojë për me u hap, si një biznes i ri apo një investitor i ri që vjen në treg, ka nevojë për dikën që e orienton për me hyrë në treg. Pra jo vetëm një avokat, jo vetëm një financier, jo vetëm një marketues apo jo vetëm një profesionist që na quajmë vertikal, po ka nevojë kryesisht në vendet e zhvilluara funksionojnë zhvilluesat si profesioni jem, të cilët marrin, bëjnë planin horizontal të biznesit dhe ai është si mekan arkitekti, si inxhinieri që ndërtohet një rezidencë. Njëjtën gjë bëj edhe unë. Dhe këtë kam vite që e bëj, ka pas raste kam punuar edhe në një industri më specifike, pra vetëm në atë industri për vite, por ka shumë vite, nga 2018 e këtej, që merrem vetëm me konsulencën edhe mentorimin, dhe realisht kjo ka ardhur për arsye nevoje, sepse vendi jon, tregu ku na jena, nuk ka dhe na jena vend zhvillim, kështu që ka hapësirë, si më thon. Super. Po si e gjete veten në këtë industri, po thojmë? Atëherë unë mendoj që njerëzve si puna jame që janë vazhdimisht në guxime në kërkim, gjanat i dalin para, masanena është edhe çështje zgjelljet. Mu më pëlqen me kriju, më pëlqen edhe mas me najt vend numrat, në ankush me njef e din shumë mirë që unë nuk rridot në zyrë ma shumë se gjysore. Unë pëlqen gjanat e reja dhe konsulenca zhvillimit biznesit këtë gjoban. Unë nuk nga klientin klient, nga situata në situatë, ndoshta edhe nga një kompani në kompani tjetër, ka gjithmonë gjanat reja, edhe unë jam një njeri që shuhem për zgjidhje, domethënë që se ke problem gjaj zgjidhje, që e kam përdor këtë skills temin për me vëllane edhe vlerë qëtu me konsulencës. Super. Pra ti gjen zgjidhje për kompanitë, për profesionistë të tjerë. Po për veti, se ke gjetë zgjidhjen? Po kur jamar baj kot. Atëra unë që fëmijë i vogël nga jeta që kam bë, kam kanë detyruar në një format që me gjet alternativa mas me ra dakord, edhe shuhem nga ata delet e zeza që nuk bin dakord për një situatë caktuar. Jam mundu gjithmonë me gjetë zgjidhje mbi një situatë, mbi një problem. Edhe ma dasht në fakt. Për me dasht me mbi jetu, ti duhet me gjetë zgjidhje. Edhe biznesin në Shqipëri atë lloj vështirësie ka pas, kur kam filluar unë 2014 na dasht ton kohën me gjetë zgjidhje për me jetu në këtë treg. Kështu që kjo lloj aftësie më ka ndihmuar dhe zgjidhja gjehet kur ti nuk bjen dakord, kur ti je need. Po ta shikosh edhe sot në videot më të mëdha të motivimit, atë ajo si më thonë, ajo këshillohet. Kur ti ke nevojë, ti një atëherë gjen zgjidhjet më të mira. Kur ti je rahat, ti nuk gjen zgjidhje. A ke një libër, një film ose një ngjarje që ka ndikuar te mënyra si e shef ti botën, edhe si ke vepruar në atë moment e mrapa? Unë kam disa momente që më kanë shënuar në jetë. Një moment ka kanë 18 vjeçe kur unë përshaf për herë të parë një video të Tony Robbins. Ka kanë një kohë që unë kam pas kompjuter në Shkodër, po në atë kohë nuk është se kishim shumë teknologji të zhvilluar, domethënë e fuçë te linjën e internetit me kablon e telefonit. Aja video më ka bërë shumë impakt, ai zani atij njeri më ka bërë shumë impakt. Videon e shikosha me frekuenca shumë të shkurta, po mu më dha një shkëndi që bota jashtë ekziston. Pra unë për herë të parë kam dalë për Shqipëni në 2011, kështu që 18 vjeçe kam kanë shumë më herët. Pastaj aja që më ka ndryshuar me ndryshu konceptin për botën, nuk e di tash ndoshta ta po qeshni, po është Kung Fu Panda. Okej. Ta jo pjesa që shefat për veten? Ton pjesën. Aja është pjesa e magjisë, është pjesa fundore. Po aja që më ka bërë mu me ndryshu konceptin, për unë kam kanë një fëmijë që është rrit me fantazi, edhe fantazia e ka ndihmuar me mbijetu. Por kjo fantazia nuk të lejon me jetu në realitet. Edhe që ti me kuptu sa rëndësishme është e tashmja, ti duhet ti duhet me mësu vetin. Se na përgjithsisht po ta shikosh, o jetojmë të kalumen, o jetojmë të ardhmen.
Na jena ton kuën të thonë ka kanë dikur, ose tash po e bajmë dikur. Pra na nuk themi tani. Dhe kja është pika që më ka ba me më ndryshu komplet konceptin ai karton, unë shoh shumë. Edhe pastaj edhe Lion King është diçka tjetër që më ka mësu kush janë normat, edhe kush është cikli i jetës. Interesante. Kam vurë të Instagram të postimet, të shprehjet që nxjerrë kështu, ndole fix në temë. Ti, me sa kam vurë unë, jetën në tashmen. Po, mundohem. Po, si e balancon, se si përmarrëse, ose si përmarrës, ne jena gjithmonë të menu për të ardhmen. Qa me ba ma mirë. Si e balancon këtë tokzimin, si me thonë, me jetu në tashmen? Giulio, Unë kam fillu me punu diku 18-19 vjeqe. Kam pas shumë eksperienca në kompani shumë të mëdha. Kam punu në korporata. Edhe kam kalu shumë sfida, nga sfida familjare në sfida punet, sepse në mënyrë të vazhdueshme deri para 2-3 viteve, unë kam qenë pothuajse në mbijetesë. Dhe unë mendoj që pjesa më e madhe, edhe atyne që janë duke punu, edhe atyne që fillojnë sipërmarrjen, na mësojnë me mbijetu, jo me jetu. Dhe më thonë, ti ke me ba lek ma shumë, masanej edhe ma shumë, masanej karrierë, edhe karrierë ma shumë, edhe i status ma shumë. Po kja lufta për mbijetesë të çon ty në pikën që ti mos me kenë kur prezent. Ose ti jeton ku të thonë, okay, do ta shijoj këtë pushimin kur ta marraj këtë punën. Do ta filloj këtë gjan kur ta baj këtë tjetrën. Kja është një anë. Ana tjetër është, bëhesh addiktit mas disa gjanave që janë të dëmshme për ty, se den mu mbush nga boshllëku që ke ditën e përditshme. Dhe ton këta vinë, se na nuk jena të tokzum, si që the, se më pëlqej shprehja dhe pa ta marr. Dhe mënyra se si arrin është që duke fillu mu marr me vete dhe duke kuptu çka ka me ta marrë rëndësi për ty. Pra, ka leku rëndësi për ty, ka shpirti rëndësi për ty, ka mendja rëndësi për ty. Te trija këta janë të rëndësishme, asnjëna nuk është më me rëndësi se tjetra, por në fazat caktuar të jetës na duhet me i balancu, dhe duhet me fillu me mësu, me i sheshu. Para në 2022 në aty mora vendimin më të madh të jetës me fillu me i balancu këta gjana, se si kisha heq në balancë. Dhe aty fillova me mësu, se kam ditë ason. Nuk kam gjenë kështu. Cilën anë ke pas më të disbalancume, ose që ke pas më shumë prioritet? Unë si jam marrë heq me veti. Dhe me thonë, unë arrita një pikë që kisha çdo gjë në jetë edhe isha bosh. Dhe me thonë, unë kisha lek, kisha shtëpi, kisha makina, kisha mundësi me bë pushime gjithkund, kisha arritur atë karrierën që kisha arritur atë karrierën që i kisha premtuar vitet 13 vjeç që unë do bëhem një femën e pa më varur, pa pas nevojë nga askërkush, sepse në atë jetë, nga ajo jetë visha, pra unë visha nga ajo jetë ku femna ishte abuzume dhe unë nuk dosha me ja leju vetit si femën me kanë e varën mas mashkullit apo mas dikujt tjetër, pak rëndësi ka, dhe e bana atë luftë të madhe me veti, e arrita bosh. Dhe ajo ishte pjesa më e dhimbshme që nuk e di sa si përmarrsave i noll, po uroj Zotit që gjithkush ta kapin më shpejt se sa kur të plaket. Unë e kapa shpejt, deshi Zoti, e kapa shumë shpejt, edhe fillova me kërku mrena vetes që pse unë isha bosh, edhe aty se kisha hiç balancu, mos bosha pushime, unë si shijosha fëmijët e mi, ishte bë djali 8 vjeç, nuk e disha ç'a ban. Dhe aty fillova pastaj më marr me veten edhe filloi të ndryshu, nuk ishte e lehtë, shumë e vështirë, po filloi të ndryshu. Ariodita, si mundena me nxit edhe me orientu të rit për me u fut më shumë te teknologjia, te inovacioni në Shqipëni? Po për shembull me fik televizorin. Edhe me ndez më shumë librat. Unë mendoj që na duhet me nxit më shumë nevojën të trit, që ata me u bë jo thjesht kopi e botës, por ata që na kena fuqi me u bë, na jena krijuesa. Na jena popull lider. Edhe unë jam për këtë, edhe kja është edhe një prej arsyeve kryesore pse kam ndërtu një formulë të marrën nga 17 vite eksperiencë, që është formula e zhvillimit biznesit, se formulën e zhvillimit biznesit nuk mund ta përthithin gjithkush. Zhvillimi den njerëz iniciator, kreativa, njerëz që guxojnë, njerëz që s'kan frikë me kalu nga A-ja në B, edhe me shkullën Z. Dhe na i kena këtë lloj aftësie. Kja është pika parë, pra është që na e kena aftësinë dhe këtë na ka dhënë Zoti, po na duhet me orientu këtë aftësi dhe për me orientu aftësinë duhet me arrit me kuptu ç'a dona, si dona me arrit dhe mos me u bë tutofarit në italianët.
Mos me tentu me kopju ton kohën ç'a bojnë tjerë pa baj edhe vetë. Ta hekum pak kët model dhe gjaj ç'a pika më forte e jotja, ç'a vlera më e madhe e jotja, atë që ti e ban natyralisht. Dhe filloj e bane. Dhe ke për ta pa që s'ka me dhënë rezultate ndoshta 3 muaj të parë, por mas 3 muajve jeti edhe nuk ta kupjon dot njeri. Kja është forma se si unë edukoj edhe se si trajnoj dhe ata që kanë dashur me njek, ata që më njohin e dinë se i kam trajnuar jo 30 veta deri tash. Ata që më kanë njoftë e dinë që momentin që ti fillon e zbulon vetin tan, ti nuk ke nevojë për shumë punë. 30% rezultatit i ke natyrale. Mos andaj vjen patjetër pjesa tjetër është puna që ban. Kuptoj. Sa po më the që ke trajnu më shumë se 30.000 vetë. Po. Besoj shumica janë lider, a? Pjesa më e madhe. Lider, lin apo bash, sepse ti ke mësu aftësi për me u ba lider. Po, qa ke vure ti? Për mu, një lider është një njeri që vendos me dal nga aty ku është, me marrë një iniciativë dhe i herë merr vetëm iniciativën dhe masanajna është një njeri që din me zgjill situata dhe atë iniciativë për me zgjill atë situata e merr edhe me tjerët e para. Ka disa lloje kategorish liderash. Unë mendoj që një lider mund të bëhet kushdo, mjafton me dasht mu bë lider. Masanajna a je lider empatik. Pra a je lider që kupton tjerët, se je, po të unë kam kënë gjithmonë ai lideri që nuk kam mujt me të thënë ty ban kështu se themon. Unë jam ul bashkë me ty edhe kam bë punën. Kena pasi vështirësi, unë jam ai lideri që kam najt edhe 3 ditë, se kam shembull shëgjër zotit se kur punon me njerëz ti s'mundesh me thani gjë për i tjetër. Po. Unë kam shembull që kena najt edhe 3 ditë në zyrë me djemtë me vajzat që kena pas probleme. Kena najt në zyrë 72 orë pa fjet, me po unë kam najt aty. Unë nuk kam kanë kur tipike atij lideri që ja çuka ik. Ka liderët e tjerë që orientojnë sepse janë shumë të organizuar, s'ka nevojë fare me punu, i kam njoftë edhe këta, nuk ka nevojë me bëj shumë punë. Ndërton një sistem, fut sistemin lojnë, njerëzit punojnë, ai drejton, është okay. Pra, nuk mendoj që leadershipi janë shumë marketing këta a lina bahesh. Mendoj që çdo njeri mundet të bëj lider në atë fushën e vet, ti je lideri tash në këtë drejtim që ke nis. Kështu që ka njerëz që të njekën, përse ka njerëz që të njekën, ti je lider në atë fushë. Po. Si lider, është më mirë me kanë spontan, kreativ të ankohen në moment, apo është më mirë me ndërtu sisteme? Nuk ka një të mirë apo një të keqe, ka e gjatë që funksionon. Dhe me thonë, në qoftë se aja që ti ke është, dhe me thonë, edhe si është puna, nuk ka nevojë me shpik ujnë e zetë. Ujnë e zetë e kanë shpik tjertë. Ne është e nevojshme me kapi gjatë që na e ndjejmë që duhet me e ba, sepse një shumë ndjenë zemra mu po themin dhe unë e mendoj që për një atë punë jam e mirë, mundet me kanë edhe copy paste i dikujt tjetër. Kena lidera që kopjojnë modelet e trajnimit të një liderit mall botnor. Po fakti që ai e ban mirë edhe motivon njerëz tjerë për mua është okay. Dhe kështu që nuk të më thonë asgjë. Nëse ti jep rezultat, jepi. Bane. Sa më shumë njerëz që janë të bëjë gjëra për mirë edhe për rezultat, edhe ndikojnë jetë njerëzish, unë i përqafoj, është perfekt. Super. Ariodit, që t'jep satisfaksion? Në fund ditë, kur shkon në shtëpi, ulesh në divan, edhe ke moment me vedin, je vetëm ti. Që është një ditë e mirë për ty? Një ditë e mirë është me më shoqëru në mënyrë të vazhdueshme qetësia. Pra, edhe në qoftë se mund të kem ujnë të turbullta, unë, si e thojmë në Shkodër, shpirtin e du të qetë. Nuk e du të shqetësum. Që do me thonë me dash qetë, është kur ti ke arrit me gjetë rrugën tane, çfarëdo lloj situatesh mund të kesh në sipërfaqe, uji i detit në sipërfaqe mundet me kanë edhe i turbullum, ka herë mundesh edhe me e turbullu vetë, se një ashtu duhet, se si lider apo si sipërmarrës, të duhet ka herë me ballë në skin turbullinash, por mjafton që në shpirt me kanë qetë, edhe kja për mua është baza që duhet me pas secili prej nesh. Një ditë e mirë apo një masdite e mirë është në shtëpi time me fëmijët e mi, qësa ata janë të lujt, unë jam të e pi god vend bardh mundësisht. Okej. Edhe ose një shoqëri e mirë masdite, nuk është e njifem për shumë shoqëni të ngushtë, shumë pak kam me gishta. Por ma ata, mohabet, nuk është se kam shumë pretendime. Thjesht, qetësi, miq, god vend, mohabet, muzike mirë po mujte. Po.
Qa i thot Ariodita fëmijëve të vetë? Qa është ai programime repetitivja që i thu ndoshta shpesh ose për ditë? Për ditë në darkë, se gjatë ditës jam në punë, po për ditë në darkë, para se me fjetë, përveç aty në pyetjeve klishe që ke ba, te ke ba, një prej pyetjeve kryesore që unë e baj është ke den më afërt. Edhe riprogramimi që jam duhet bë fëmijëve të mi është që tani ata kthejnë përgjigjen du vedin thot, masanena mamin babin, masanej pjesën tjetër. Riprogramimi është unë jam mësoj fëmijëve të mi si me dash vedin e vet. Dhe si me kanë të lumtun. Janë dy gjana që mu më kanë mungu, nena kanë mungu si shoqëri, po unë mendoj që nëse na i programojmë fëmijët tashmë, jo me kanë egoista, por me vu vedin në qendër, në epicentrin e tyne, të tablos të filmit tyne, unë mendoj që bota fillon e bëhet më e bukur dhe njerëzit fillojnë të mbushen, se e dinë që kanë vetëm prioritet, dhe ato xhelozina që vijnë nga jo mbushja fillojnë e ikin. Kuptoj. Pra, për me vazhdu këtë që the, a mundesh me dash dikën më shumë se vedin? Ja. Pse? Sepse, po të tregoj edhe nga eksperienca ndoshta personale, unë kam qenë një prej atyne që kam bë shumë për njerëzve, për njerëzit, kam sakrifiku, kam prish punët e mia, sepse kam pas ato maskat e mia me shumë mundësi mund t'i kish në gjuhë dhe videot, kam pas ato maskën teme, ato frigrat e mia të refuzimeve, apo ku diun se qa, apo ato frigrat që nuk kam pas mbështetje, kështu që ma dasht me sakrifiku vet, dhe pra dhe më thonë, kam dasht tjertë ma shumë se sa vetin, po më përfundova bosh. Dhe unë nuk besaj, kështu që unë sot një prej gjanave që unë i uroj gjithkujt është maksimumi që mund të mbash për me mdasht mua është duj vetin. Kur të dush vetin, të merresh me vetin, të jesh mirë me vetin tënd, atëherë hajde mduj edhe mua sepse minimumi çka kam menol është që më bë mirë. Do si ka kanë dikur i shprehje në Shkodër për atij që ka, nuk ke të keq, po unë këtë ka e lidhi me shumë gjëra, nuk e lidhi vetëm me lekun. Ka lumtuni, ka paqe mendore, ka dije, se ne ka edhe anën financiare, s'ka kur të keq për këtyne. Super. Më përmend me maskën. Qa është maska tamam? Është një gjë kështu fizike? Apo tash me shumë mundësi, nuk jam të thonë në gjë të re, po edhe nana jeme, edhe familjet, brezat e prindve tonë na kanë rrit me atë idenë që kapitalizmi është i vështirë, e me kanë biznesmen një njëri keq, na jena rrit me ata konceptet njerëz me dy fytyra, njerëz me maska, ashtu se janë tanë shtirën e tjerë, dhe mu ma dasht shumë kohë me kuptu, me u liru kur fillova këtë punimin me vetin, ma dasht shumë kohë me kuptuar që të me thanë që unë nuk jam njëri i keq, so nana jame e para, momentin që je biznesmen, tanë mëzeme ati bizneswoman në këta raste, tanë njerëz që janë, tanë shfrytëzojnë, tanë janë me dy fytyra. Edhe ti kur vjen nga kjo lloj edukate, ti fillon e pson ata ti intimidishi, ti nuk je më i lirë. Dhe për me e thykte, un kam njëkat e sistemin tem që kam thonë, okay, atëherë priti se kanë të hekum këta maska. Dhe kur fillova me kërku si tem, fillova me kuptu që na kishim ton maska. 8-10 na kishim maska. Në maskat në vetvete janë trauma. Dhe janë trauma që na lidhim me ta. Pra na nuk i bartim në këtë jetë. Na nuk i krijojmë vetëm në këtë jetë. Na i marrim me veti edhe vazhdojmë me ta. Dhe këto trauma na bajnë, po themi trauma e të refuzumunit, friga që tjetri ka me të shty, nuk den me menaj me ty, që mund ta ketë që të ka ardhë, pra ti ke ardhë me ti e vashte pa vedishme për ty se të krijohet që fëmijë, të del në pa që fëmijë, ti fillon e krijon maska, vesh maskën e atij që ashtë tankohen të kujdes për tjerë, maskën e atij që lën tana punë të veta për me ia plotësu tjetrit, maskën e atij që ashtë tankohen të dasht, të tregu që është sa i mirë është, se tana këta, po gjithmonë duke zerë vetë nga komforti, jo kur i ban sepse ti je komfort edhe den më bë. Tana këta që janë sforcim për ty, janë pjesë e veshjes që ti ke përdorur. Po marr një rast, po. Kena 5 lloje maska shkallë, s'ka tjera, po këta 5 lloje kanë veshje të ndryshme. Çka kam studiuar nga personi me cilin nga aty ku jam bazuar edhe në studim, se po flasim për studime shkencore, është një libër janë libra për këtë punë. Këta shoqërohen edhe me smundjet që na vijnë në trup. Pra shumë temë interesante dhe prandaj edhe e kam vendosur pavarësisht se kam thënë heke maskën ose i ditë pa maska, ja kam lidh me vetin tem. I ditë pa maska, por është shumë interesante sepse kjo lidhet edhe me shërimin pastaj të fizikut.
Momenti që na kena shëru masken, na fillojmë avash edhe trupi jon shërohet. Kush ka kanë maska e Ariodic? Pa këtë e kam thonë edhe publikisht, unë fatmirësisht apo fatkeqësisht për atë që kam kalu, po fatmirësisht për atë që kam zbulu mrapa, unë i kam kalu tana maskat i kam pas. 5 maska, i kam pas tana. Pas ke bo punë të mëdha me veti. Jo, i kam kalu, më kanë ra për hise. Nuk e di a mund ta them kështu, më kanë ra për hise kur kam ardhur në këtë jetë, edhe bile unë kam lind 10 muajshe, nuk kam lind 9 si ton dynjaja, edhe kam refuzuar me lind, si duket e kam ditë se çam pret. Po, më kanë ra që me kalimin e me këta vite, unë s'ka gjë po them, unë se kam problem me thonë moshën, kështu që tash unë mbaj 40 këtë korrik. Edhe më kanë ra që i kam kalu të në maskat, i kam pas pra, kam një dyta shpoj shëru, një që vazhdaj pra me i pas, jam në proces, kjo nuk do të thot që na arrimi 100%. Unë për mu nuk është të vërtet, ata njerëz që thojnë unë jam i 100% i lumtur, i 100% mirë. Është proces i vazhdueshëm. Sepse a proces i vazhdueshëm, unë mendoj që ai që na ka kriju ne na ka dhënë disa detyra që na do të më zbatu. E një prej detyrave është me mësu. Kështu që unë edhe me fëmijën tem edhe me këdo jam tan kohën e mirëpritun, me mëso diçka, sepse anci me fëmia po mëson për çdo gjë. Qoftë edhe për lumturim ka mësu fëmijët. Qoftë edhe me kanë grounded po mësojnë fëmijët, se ata i shef, ata harrojnë, ata nuk mendojnë për mas 7 vjetëve, i tash preciz. Kështu që kjo është pika. Dhe unë i kam pas jam duke punu për me i hek, edhe tani kam ngel në një pikë që nuk arrit do të me e ba diçka si që kam pasur më përpara, nuk arrit do të me e ba diçka që e shoh se është e mirë për veti, qoftë edhe me hangër pak ushqim, qoftë është e shoh se është e mirë për veti, unë du me enda. Që duke kuptu këtë natyrën dhe duke kuptu një rregull tjetër që na e kena në si trajnusa ose si mentor. Unë mësoj më mirë 90% unë nxë, mësoj duke mësu tjertë. Kështu që çka kam bë, unë kam filluar me një këtë sistem që gjatë kohës që jam tu mësu, pra kam kalu fazën më të vështirë, po gjatë kohës që jam duke vazhduar mësu për veti, tani po trajnoj edhe tjertë, mësoj edhe tjertë që nxë më shumë edhe për vetin tim. Ama shumë e rëndësishme të paktën për sa më ta kanë mua si Ariodit, unë nuk i jap asnjë lloj leksioni që s'e kam kalu vet. Jo leksion me kuptimin leksion me se jam mësuese, po nuk jap as i këshill, as i shembull nuk e jap nga ai që s'e kam kalu vet. Dhe pika tjetër që kam mësu gjatë hekjes maskave është me thonë jo. Qose nuk e di, unë tham jo. Qoftë edhe biznes shumë i madh, s'ka rëndësi. Qose unë nuk kam mundësi me e bë, tham jo. Ose qoftë edhe se më streson, tham jo, nuk bëhet. Gjatë që e mëson kur hek maskat. Interesante. So i do kort me shprejen, jepi një njeriut një mask edhe ke me po ftyrën e tij të vërtet. Faktikisht kja ka kanë ndryshe, si shprehje se ka kanë përpara jemi pushtet. Po faktikisht është e vërtet që pushteti i pa meritum ose siç na po shohim në tregun ku jetojmë, në momentin që njerëzit kalojnë, katapultojnë nga një pozicion ekonomik sidomos. Se ana materiale na çorienton pak, sa është shumë vizive, e shohim, edhe është shumë joshse. Në momentin që na si njerëz katapultojmë, të tonë kena kalu. Unë nuk mendoj që ka ndaj njëri që ka katapultu nga unë kam kanë minus. Edhe me kalu shumë plus, është katapult shumë e madhe. Sidomos na që jena brezi pa edukum. Dhe na nuk vim nga popull të pasun. Na vim nga një popull që nuk dim çfarë është, na s'kena njerëz, who is the richest. Kena një dy. Nuk e kena këtë lloj edukate dhe na katapultojmë, na gabojmë. Këta janë maskat më të këqija që na mund të kena, sepse kjo lloj maske pastaj në momentin që na se kuptojmë, na e vendosim dhe na kuptojmë, na mendojmë që kjo është pjesë e karakterit tonë. Mas 7 viteve kena bëhet personalitet dhe mas disa viteve, mas 14 viteve kjo është na. Po tani 6, po ti pysh disa njerëz dhe ti thosh, po dëgjoj, po heki kësaj rruge, po jap kjo jam unë. Po jo të diski kanë kështu. E po s'kam kanë, po tash jam unë. Si për keq si për mirë, Do të thonë ka edhe njerëz që janë shumë të varfën,
e kanë mundësi me punu, por nuk dalin me punu. Ti I jep 1 milion mundësina, ai s'del me zgjell. Sepse përgjigja është kështu jam unë. Një ashtu siç ka njerëz janë shumë të pasun, por janë shumë me vizion të shkurtë, edhe ti thuaj çat dush, ai thotë, "Je po vetëm kështu bëhet." Pra, sepse janë masë që ka vendos dhe aty pastaj ai nxjerr fuqinë që ka. Pra aja pjesa më jep lekun edhe shifi se kush është, për mendimin tim kthehet te kjo pika që ato maska që ti vesh gjatë rrugëve është ajo zgjellja që ti ke, që të del nga pjesa jote e brendshme, sepse na kena tonë mundësi me zgjell me kanë ndryshe, po. Nëse na zgjellim me kanë ai që jena, nëse unë kam zgjell me kanë kjo që jam sot, është ma dosh sakrificë, po me kam zgjell. Edhe kjo tregon eriuditën. Shumë e bukur. Që duhet me pas kujdes një sipërmarrës I ri, si unë për shkak në rastin tim, që ka një lloj suksesit me rezultate, por që sigurisht ka një rrugë shumë të madhe para, që mos më ra prej e kësaj që the ti, që një moment kur të ketë një diçka, një katapultim, që duhet me pas kujdes. Atëhera, ka 2 anë të medaljes. Nëse bajat e mamin shumë të kujdesshme, që e kam pas më përpara, do të kisha thënë një gjë, ki kujdes këtu, mos rreziko shumë, mundojo me kanë më, po themi ne, mundojo bani hapat më të vashtë etj. Sa të ndi me thënë një gjë. Sa të di me thënë që ti po planifikove, jo në planifikim të jashtëzakonshëm, se duket planifikimin ai fjalë e madhe. Për sipërmarrësat e ri, unë sugjeroj gjithmonë që të jenë të bëjnë planifikime sa më të lehtë menaxhueshme, domethënë të lehtë modifikueshme. Domethënë të jetë sa më agjile, I thonë në anglisht. Fleksibël. Të jetë fleksibël, por ban plane. Po kryesore ban plane që të lejojnë me pa vedin. Giulio, një sipërmarrës I ri është I saj si brumi picave. Ai është duhet me kanë I lehtësisht I manovrueshëm dhe patjetër den atë formulën e vet, por sipërmarrësi duhet me gjetë vedin e vet gjatë rrugtimit. Pra ti në një forme të bë hapa të vegjël, mundesh me gabu më pak, jo gabu më pak, ti mund të gabosh prap shumë. Po të hapat e vegjël vritesh më pak. Pra nëse bjen nga 10 shkallë, vritesh më shumë. Nëse bjen nga 1 shkallë të tjetra, rreziku është që mu vra më pak. Kjo është ideja, domethënë ti bën një plan të shkurt. Bën edhe hapa të vegjël. Shumë I rëndësishëm shijo procesin. Kur shijon procesin, ti mundesh edhe me pa se ku je. Pra merr frym minimalisht përdore çdo darkë. Bën 7-8 herë frymarrje. Që të kesh mundësi me pa vedin me ujë të qeta. Ka raste, Ariodita, a ban ti ton kohën? Jo. Ka raste na ka brulli, ka raste s'kena kohë me marr frym, ka raste. Sipërmarrësi këtë problem ka. Sipërmarrësi problemin e ka që është si oktapod. Do t'i bajnë krejt, tana gjana. Unë sipërmarrësi jam, unë nuk e quj vedin pavarësisht se ka një është që gjuhat businesswoman. Unë e quj vedin sipërmarrës se jam njeri bile serial entrepreneur, ma kanë vu, se jam njeri që jam ton kohën të marr iniciativa. Dhe çdo iniciativë është si fare e re që prollohet, është si fëmia kur është është tu kriju. Ka nevojë për kohën e vet. Koha është shumë e rëndësishme, lejoja kohën. Gjatë procesit mos e humb durimin. Shumë e rëndësishme këta si hapa, nuk po t'i jap si në shkollë, ban këte, por po ta tham me shumë dashamirësi që në qoftë se ban një plan të mirë, ndjek rrugën tënde, je I qetë me vetin tënd, ban hapat e vegjël. Qoftë edhe shef nga 10 veta, sepse në fund krejt kopjon nga 10 veta. Sa është turp me kopju. Kopjon nga 10 veta deri kur të gjesh vetin tënd mos u nal. Ki durim, prit kohën, mat rezultatet. Edhe nuk tham vetëm rezultatet ata që shef në nivel me lekun, ka raste nuk ka leku fare në mes diskutimit, por është shikueshmëria dhe ma kryesore është besueshmëria. Moment që ti build up your character, karakterin tan, brendi jot është besueshmëri që ti lën treg. Aja brendi që sot ti paguën për te, nesër ja besueshmëri ka me të kthyj çdo gjë mbrapsht. Faleminderit. Unë e mora falas, po ju duhet me pagu për këtë këshill. Në një prej videove të mia kam thënë që ne si sipërmarrës jena njerëz të vetmuar. Edhe e besoj që është e vërtetë. Çfarë këshill do jepje dikujt që nin këtë vetmin? Shijoje vetmin. Duje. Mos e larga vetmin. Vetmia unë e du shumë
vetmin. Unë jam gjyku tanë jetën time për faktin që unë kam pas nevojën time, vazhdoj sot e kësaj ditet. Unë jam njëri shumë vizionar, edhe këtë nuk e them se e them unë, po them sepse kjo vizioni jem shumë raste më ka bë me hum shumë njerëz, shumë lek më ka bë me hum, shumë situata kam dështu, kam mësu, po në botën ku jena quhen dështime, nga vizioni, por edhe nga fakti që ka pas raste që mund të kenë njerëzit ndasëm, unë jam që kam dalë në vedi se ma dasht me menu për një gjatë që kam pas qëllim me ba, unë sugjeroj mos në gjas kërkan. Vetmia është proces i nevojshëm. Kur fara atu mjallë ka nevoj me najtë në tokë, jë mbi tokë. Edhe ti kur ke një mendim, një ide, ke nevoj me najtë në vetmin tane, dhe kjo nuk ka proces i gabum. Njerëzit që ke afër e kanë detyrim me të kuptu. Një supermarket është një njeri që ka rreziku me dal nga komfort zona, ka rreziku me hap vedin, me hap plag në një farë forme. Më fal, ndoshta është shprehje në këtë lloj formati, po unë ashtu e ndjej, mas tan aty në supermarkete që kam bë, dhe i kam kalu 46, 47 aktualisht që po flasim si iniciativa, nuk janë pak. Dhe mas tan atyne, tana janë plag në një farë forme. Se tana hapin, mund bëhen plag, mund bëhen edhe suksese shumë të mëdha, po kërkush nuk i din plagt. Tan din vetëm kur del në sipërfaqe që ban 2 lek apo ban 5 lek apo del në televizor. Njerëzit nuk e din çka ka icebergu poshtë. Icebergu poshtë ka procese shumë të rëndësishme. Një prej proceseve të rëndësishme është fara mjallet në rsin. Mendimi jot ka nevojë me me ty, me shpirtin tënd, me ndjesinë tënde. Unë bile e këshilloj fuqishëm që duhet më shumë. Unë kam gabu se jam ndiku fiks nga ideja që më thoshin ti s'den kërkën, që si ik në vedi, që si largohet, që si rrin. Në një kohë që ajo proces, është aja duhet me kanë. Ti duhet me dal kur je gati, se përndryshe aja farë dëmtohet. Dhe sidomos qose jelle një territor si joni, që jena të pa përgatitun, na nuk jena të përgatitun për na s'kena kanë, tash jena ba. Na s'kena kanë përgatitun për si përmarsa inovator. Na kena kanë për tregtar. Kështu që fix. Jam shumë dakord me ty dhe ta kuptoj krejt këtë solitudin, e unë e dashuroj solitudin. Po pyetja është si ta kuptoj që jam të e ba më shumë se duhet. A di kur e kupton se je të ba më shumë se duhet? Kur i ke kryta në punë të tuja, edhe një moment saktum se kja ndodh, o jetu overthink, ose jetu i thonë vedit, hamaj se e baj ma vonë. Pra, të vjen i kërkes, are you did, hajde da pimi gotë këtu, Gjulio, hajde shkojmë në dërmi sot. Ti i ke kryta në punë, po mendimet e tuja vazhdojnë, se këtë proces ka truni jonë. Truni jonë ka procesin e demelizmit. Për atë punë na kanë kriju, kush na ka kriju. Mos me na lol. Dhe në momentin që na kalojmë për te i kësaj, pra na e kam kry podcastin, e kam bë me emisionin, e kam bë dhe kontentin. Atëherë unë çka kam e bë tash? Tash më duhet më mbush. Kja do të më afut trunit si proces. Tash unë duhet më mbush. Dhe si mbushem unë? Duke dalë në botë. Pra unë izolohem kur kam me përpunu vizionin që më ka atë mendimin, atë idenë që më ka ardhë, dhe unë dal, mas që e kam përpunu, e kam kriju, e kam bëllë një koncept, mund ta kem shkruaj diku, unë e shkruaj për shembull. Nuk është si realizoj tash, realizoj më vonë, po e shkruaj. ChatGPT, po tjetër. Kam ha projekte aty, po tjetër. Por mrapa e jam të mësu vetin se unë kam qenë njëri shumë i izolum, thuaj se s'kam dal kurr. Thuaj se kurr. Tani e baj me zër, dal. Sepse do të më mbush, do të më kariku, dhe kariku është vetëm në kontakt. Qoft me diellin, qoft me detin, qoft me njerëzit, qoft me kcimin, qoft me gjana që janë jashtë komfortit tan. Unë kam pas shumë frigra, i kam thy, kam vu me plan, të thej, gjitha 1, 2, 3, që më tregu emocione të reja. Se për ndryshe vjen një pikë, vika një moshë që fillon e shterrohesh, të mbaron fantazia. Të kuptoj. Shumica njerëz e thonë që është mirë me pas goals, qëllime. Po është edhe një Andrew Tate për shembull. Ai thotë që unë nuk kam goals, po unë thjesht jetoj sot, jap maksimumin që mund të bëj sot. Ti e the, domethënë çfarë funksionon për ty më mirë, qëndroj asaj. Po në mendimin tënd, cila është një formulë më mirë? Unë mendoj që njeriu duhet me pas vlera, edhe pastaj kur tham vlera nuk janë vlerat vetëm fizike, pastaj vlerat fizike vijnë mbrapa.
Po vlerat e tuja janë bazat e tuja. Në momentin që ti e ke vlerata vlerat e tuja, ke ndërtu dhe i sistem tonë një jeteset, pra ata qa është e rëndësishme për ty, qa është balanca për ty, qa është dashnia për ty, qa është me keni lumëtën për ty, se cili për nesh ka të veten. Në momentin që ti e ke ndërtu këte, mu nuk me funksionan me thonë drejta, nuk më ka funksionu kur që unë me vendos kështa. Unë nuk e di që është me vendos ta goals, javore, KPI, që janë këta. Pa tjetër, vendosen disa qëllime të cilat janë me majt biznesin sustainable. Tash unë nuk po thamë që nuk i ven CEO-ja, dhe më thonë që ta kuptojmë, pa tjetër, unë ja kërkoj, s'bahet fjalë. Po unë vetë jam njeri, duke qenë njeri ma kreativ, ma vizionar, unë vetë qëllime të tjera. Dhe më thonë, mu bile kjo dhe me ka dëmtu në shpesh herë, sepse unë nuk e shikosha, po themin e fare rrugtimin. Unë shikosha vetëm përfundimin. Mas ati malit shikosha që ka jetë, edhe hajde shkoj mas malit. Këtë tu nuk e shikosha hiç. Pa tjetër duhen të dyja. Pra në kompani, në mision, në qëllim që ke, duhen të dyja anë. Duhet edhe ai që shef, që shtyn për te, aty ku asnjë gjë nuk shihet, Dubai s'ka kanë ai që asot, po dikush e ka pa që ka me kanë ai që asot. Ama duhen edhe këta që procedojnë ditë për ditë se janë nevojshëm këta njerëz, edhe unë jam që duhet në me kanë disa goals, everyday goals. Pra edhe mas me pas goals everyday është gol. Pra që mas ki qëllim sot rifri, është gol është. Për mendimin tem. Po. E bukur, shumë e bukur. Jam një djalë i ri, jam një vajzë e re. Jeta jeme është kaos. Zdi gjo qa du me bo, s'ja kam idejnë asi gjo. Si mune me fillu me vu strukturën jetën teme, me që ti je personi për strukturime? 2 margarita, mas dite. Dalni bashkë, më që jeni djallë e vajzë, edhe bani muhabet, gjani njëni tjetër. Kja është ana private. Ana profesionale masanena është... Fal, a duhet me janis të regullu shtratin? Po, duhet me janis duke u marrë me veti. Me gjanat e tuja ma të vogla. Nuk e ke jashtë problemin. Problemin e ke mërënd. Une të sistemi inside out, ose nga mrena jashtë, ka marrë nga eksperienca personale. Dhe në këtë lloj formati edhe mentoroj edhe konsultoj. Unë nuk baj as i konsulencë, as i lloj mentorimit, po bë një skanim se kush është individi nga mrena. Sepse nga eksperienca jeme unë kam kuptuar që nuk funksionon. Unë të hyj një kompani, çfarë do lloj kompanie qoftë, me trajnu, edhe me trajnu ata njerëz. Ku diun për shitsa, po të marr eksperiencën më të madhe se e kam pas më shumë në shitje, në zhvillim personal të njerëzve dhe nuk ka dhënë funksionim, nuk ka dhënë rezultat Giulio. Edhe aty e kam ndryshuar sistemin që në 2009 faktikisht kam pas shanse shumë të mira, kam punu me trajnuesa shumë të mirë. E kam provuar doj sistemi ku na nëse na merren me njeriu nga mran, dhe na kuptojmë kush është Giulio, ç'a ban, ç'a i pëlqen. Ç'a i vjen natyrshëm Giulios. Giulio me tamam që mund ta ketë marrë shkollën për mjek, se i ka thënë nana që në gjasën mjekësi ti kemi hangër bukton jetën. Por ai në fakt nuk është i lumtur me atë punë që ban. Por i pëlqen me bë fotografi se një ashtu aja e ban mundit lumtun Giulion, atëherë misioni që unë kam arrit me kuptu një jetë është mas që ke ba një skanim inside out, apo mrana jashtë, me i orientu këta tri me dal nga ky kaos. Dhe kaosi është kur ti rrin aty ku nuk të pëlqen me najt. Atëherë krijohet kaosi. Dhe për me dal nga sistemi i kaosit, ti zbulon qa me taman ti ke dëshirë, dhe pastaj ka njerëz profesionista që të ndihmojnë ty atë dëshirën tënde me e përktyn biznes. Me ndërtu sistemin mbi bazën e kësaj. Se ka oportunitete sa dush. Por kja është puna fix. Në fund jam ajo pjesa e lidhjes, si më thon, ai në botën e konsulentave strategjik quhet strategic giving. Unë mund të ndihmoj edhe në ndërtimin e strategjisë, pra një shtet të më zhvillu teknologjinë, po themi ne. Por jashtë unë jam më pikë fort e pika ku më lidh një atë strategji me nevojën që mund të ketë njeriu në krahun tjetër. Siç është edhe rasti me triun. Mundohem me kuptu çka ka, ç'a të pëlqen, edhe atë pikë të fortë tonë me përkthy në profit, ta kthejmë kështu. Kuptova.
Të shi pyetje këshilla shqiptarshe. Cila është mosha më e madhe që ti e ke ndihmu me bë atë ndryshimin në jetë, me bë po themi në anën profesionale, me ndryshu komplet profesion. Ndoshta ka pas disa vite me karrierë edhe Rasti ka kanë 58 vjeç. 58 vjeç. Po, 58 vjeç. Ka ndryshu Karrierë. si nolli, sa kohë jo desht. Ka kanë inxhinier ton jetën. Një moment caktuar ka ngel dhe ka ngel me kuptimin ka dalë në pension, po si njeri ka njeri shumë do të më marrë me tri, me dalë, me këthy etj. Unë çuditërisht ton jetën time kam pas lidhje shumë të forta me moshën e tretë. Në çdo punë që unë e kam punu, gjithmonë kam e kalosha kohën me dikën që ishte aty në moshë tretë, ndoshta edhe për faktin që mu më ka rrit shumë tezja nanës teme, edhe e kam pas për mu ka kanë mentor i parë, ta qoj kështu, një grua e fuqishme bajraktarsh, një njeri që s'kishte marru shkollë, po për mu, domethënë ishte njeriu më i ndërtuar personalisht, edhe si individ ishte më i ndërtumi, më ka mentoru shumë mirë, edhe unë nga aty kam pas ose ndoshta ka që kam dashur të mësu gjithmonë. Dhe kja është edhe pika që unë ma duk veti që mund ma rritun se brezi jem, ose se mosha jeme, po unë dosha me mësu edhe isha etun, dosha me ditë. Dëshira me urtësi për dije, edhe kam pas me marrëdhënie shumë të mira, më ka rastis, jo vetëm një herë, po disa herë, që unë me ju dhan orientim moshave të treta, bile ka pas raste dhe kam një prej atyne misioneve që kam do jetë që me ndihmu moshat e treta se na kena një kulturë shumë të keqe në Shqipni, që jashtë nuk e shef. Mosha jonë e tretë pret me vdek. Thash më falni se po tregohem shumë kështu, por kjo mua nuk më pëlqen. Në një kohë që ti më shku në Francë, një 80 vjeç e shef në diskotekë tu kcy. Sa dhe s'ka në gjë, në Itali e njëjta situatë. Unë kam punu në Itali, kam punu në Francë, në Izrael, në vendet më të zhvillume. Ti njerëzit i shef të jetu dhe në ditën e fundit. Këtu është pak problem edhe është shumë mirë që na me lanë iniciativa, bile na kena kuadro që mund të marrim dije për i tyne. A ke një mentor? Kam. Një apo shumë? Disa. Okay. Unë kam mentor për tana fushat që mu më interesojnë. Cili është mentori i parë që ke pas? Po them nga fizikisht, sepse ndoshta edhe virtualisht, po them ke pas Tony Robbins e tjerë. Po. Jo, me Tonin kam pas edhe shansin me u taku. Okay. Po edhe me Grant Cardone, Gary Vee e tjerë, po i la këta që duken kështu si shumë të largët për masën, se unë nuk kam qef me tregu gjana që jo se s'kam qef, do të tregohen se këta janë, se unë i kam ba, po unë kisha dash që kisha dash me tregu një sistem më të prekshëm për trit, që ta kuptojmë që gjithkush mund të më shku aty. Se do të sugjeru me ba disa hapat të vegjel, hapat e vegjel vinë nga gjanat më të afërta që ti mundesh me realizu. Unë kam pas mentor, nuk e kam pas shanset me punu, po unë e kam fillu që në kisha Franceskane në Shkodër, ka pas njerëz aty të kisha rrite një prift emrat, nuk i maj mend, po unë i quj mentor këta njerëz, sepse aty kishte njerëz që shkoshin me lexu, apo njerëz që kishin edhe probleme, edhe unë atë kohë vetë nuk është se njeku një fe, një orientim fejet, edhe nuk para pëlqej mu kategorizu për një fe të saktume, por ama unë pëlqej njerëzit që din, edhe aty ka kënë të quj kështu fizikisht, pra tezja në anës teme, masanaj ky njeriu, masanaj mentor profesional, kam pas njerëz që unë kam punu me ta, një Ross Tirelli ka kënë i pari që kujtoj, për mu ka kënë mentori i parë që më ka fut në biznes, më kujtohet të më bana biznes në kuptimin me mësoj, me orientoj, kujtohet të në bana 99 gabime, unë jam njëri që kam bërë gjithmonë gabime në drejt shkrim, bile edhe tash ka herë kur shkruj vetë pa mendu se si më vjen, unë bëj shumë gabime se e harrej që fjala ka... Kam zhjilën për ty, thjesht nis një voice. Pa, bravo. Edhe ky person arriti me pa të unë që unë e kam pa vonë të veti. Edhe këta për mu unë e quj mentor. Njerëz që arrin me pa dritën mërnatejet kur ti e në terë, është shumë e rëndësishme. Edhe ky më ka mësu mu bazat. Prandaj unë e quj me fat vetin që i kam pas ta njerëz, pastaj mrapa unë kam pas prap shefi i punës që unë punova, ishte mentori i dytë,
ai kaloi në nivele komplet tjera, se ishte njeri që përveç se mësonte për profesionin, mësonte për jetën. Ai më mësoi çfarë do të thonë me kanë aktori kryesor i filmit tan. Më bat bën një pyetje, tha, a je aktori kryesor i filmit tan? E thosh unë, po, patjetër. Kam përshtypjen ta se jo. Kam përshtypjen ta se je thjesht protagoniste. Edhe ma do është ko me kuptu që dhe më thonë. Që dhe më thonë me kanë aktori kryesor, që dhe më thonë që ti me vazhdu me najtë në rol kryesor, që dhe më thonë që njerëzit e tujt ofert bëhen protagonista me ty, mësa ndajna si filmat, si realizohen, si regjizurat e filmave. Dhe pastaj kam pas mentor të tjerë, edhe mrapa kam kuptu që unë si njeri nuk rrit dot me disa rregulla, Giulio, kam shumë problem. Je pak hiperaktive, je. Jam. Pashtë edhe shpirti artistik. Edhe si përmorës bosh, bëhet një kështu. Unë nuk rrit dot. Domethënë nëse ka një gjë që myt mua është me njeh rregullat. Tash ti nuk do të thonë që unë do të më shkel tani rregullat, por me kuptimin që më mfut një box që ta qartësoj më mirë. Unë nuk rrit dot brenda boksit. Edhe si rjelloj unë kam gjeti zgjidhje më në fund, që unë kam një mentor për një fushë caktuar. Për personal trainer kam një njeri, po unë e quaj mentor atë njeri sepse unë nuk bëj dot vetëm stërvitje. Shumë personi që më bën mu personal trainer për mua është i ka 3 dimensionet i ka të plotësuar. Një e këlle anën shpirtnore, një e këlle pjesën fizike, din edhe ku me kap, tjetrin që me çu në nivelin që me bas stërvitje. Pastaj kam terapist, po terapistën e kam prap në nivel mentorimi. Unë du të thej atë barrierën që njeriu s'duhet me shku te terapisti, njeriu duhet me pas, po tjetër duhet me gjetë atë vetin, atë që i përshtatet që me kanë mentoriat. Për shembull aspektin psikologjik, se maskat po me pa kështu kanë trajtim psikologjik. Unë i mbështes në shkencë informacionet e mia. Nuk dal dot, nuk flas dot në nivel kështu. Kam mentor në public speaking, kam marrë edhe shkollë, po se ma dasht, ma dasht për punën time, por vazhdoj, është anglez, nuk është shqiptar, edhe kam ma njeku mentor për fushat caktume, nuk kam edhe gjëna fikse, dhe unë jam me atë idenë që duhet me gjetë zgjidhjen e duhun ose profesionistin e duhun për nevojën që ke. Kështu që unë jam për këtë, ne na duhen, Ariodita është për me të një mu me fillu, me të dhe një farë pike, me të një mu me gjetë zgjidhje, është si ai, si më thonë, si udhërrëfysi, po Ariodita nuk është për gjithçka. Po. Ariodita nuk mund të zgjidhin ty problemin sismike, se nuk i zgjidh dot. Ti ke nevojë me shku aty te profesionisti i duhur. Kështu që kjo është. Kuptoj. Si ta gjajën një siri, një mentor? Edhe te cili aspekt ndoshta duhet me nis me kërkimet. Do të thonë për cilin aspekt duhet gjaj një mentor në fillim? A për pjesën personale, a profesionale? Atëherë, kena një gjë të mirë të bëj fije kështu. Se ka ndonë reklama shpirtit tregtisë. Normal. Kush nuk den vedin tha jo djeg solla. Atëherë, në rol parë në shoqër që jena, unë e hy të ata mentor që është mentori përgjithshëm, unë nuk di, nuk e kam vendos mos me bë mentorim, po themi vetëm në një fushë, në një linjë specifike. Vetë jeta jame më ka mësuar që unë me kanë shumë horizontale, dhe këtë e kam pikë të fortë, po ta shikosh horizontalisht është edhe nalt edhe poshtë. Momentin që ndërtohen themelet e një shtëpie, në momentin që ndërtohet një shtëpi apo një rezidencë apo një çfarë do lloj gjëra që dhe me build up, që dhe me ndërtu, ti duhet me bë themelet. Unë hyte ai lloj inxhinierit. Jam ai lloj arkitektit. Edhe jam ai arkitekti, ai business architect që e ndihmon të riun, njeriu në karrierë, të gruan, burrin pak rëndësi ka që den me fillu, e ndihmon për me ndërtu këta themele. Dhe fillojnë që të personalja, pastaj kalojnë në nivel profesional. Dhe këte e ofroj, si më thonë. Pastaj, gjaja ma e mirë që kena në këta raste, është edhe me orientu. Mas që ti ki marrë ata bazat e tuja, atjerë du të me gjetë kush bën gipsin, kush bën tullat, kush bën llaçin, pa e lidhi me ndërtimin se njerëzit e kuptojnë, është më e kuptueshme, konsulenca përgjithsisht nga që thohet po t'jap mend, duket sikur është ajër, por në fakt është orientimi në karrierë është një pikë që ne na mungon, edhe për ju si të ri
Mungesa e madhe e orientimit është një prej arsyeve kryesore pse dalin prej rrugët. Të kuptoj. Unë për veti kam një mentor spektakular, më thënë drejtën. E kam nish. Edhe dihet. Atëherë. Ariodit, e ke trajtu pak më parë në videot tuja, po a duhet me ka një gru si burr për me ecë përpara, për shembull si përmarrje ose për me bë sukses? Po e kam trajtu, edhe e kam trajtu se unë e vete kam pa e qy kështu, unë e vete kam hangër tek. Do shkruaj me titra për kthim në letrare, se s'kuptoj. Unë e vete kam pas atë gabim. E kam bë atë gabim. Unë e vetë nga friga edhe nga vështirësitë që femnat kanë pas me bë sipërmarrje në Shqipëri. Unë e vetë i kam ndërtu vetë disa maska që jam sjell si mashkull, jam sjell si një, se çfarë do të thonë mos sjell si mashkull. Mos sjell si mashkull është që ti çon zonin, vepron, reagon në mënyra të ashpra. Femna nuk është ashtu, femna është delikate, femna s'ka nevojë për me ushtruar lloj presionit. Por biznesi nuk është i lehtë, edhe sidomos në vendet si tonat, sidomos si ka kanë Shqipëria pa porta, edhe xhungël në një farë forme që paktën kështu ka kanë kur kam filluar, pa orientime, pa drejtime, pa ndihmesa. Po, e kam bë, edhe unë e këshilloj fortësisht femnave që sidomos tani që unë edhe mentoroj edhe flas në për stage, në për botë me femna, pra nuk ka kanë pas problem vetëm na, këtë zbulova Giulio. Është ka kanë problem masiv, botnor, si më thonë. Dhe kanë pas shumë femna këtë lloj gjaje, vazhdojnë një pjesë e madhe me e bë, po themi ne bëjnë policën si punë dhe kthehen si mashkull. Në një kohë që nuk është e nevojshme, por duhet me gjetë edhe rrugën e mesme se si me e bë. Pra nuk duhet me kanë. Një gru mjafton me kanë, po gjeti vetin e vet, gjen ata personalitetin e vet, karakterin e vet, nuk është e nevojshme me kanë si mashkull. Aja bile në qoftë se me tamam femna pozicionohet për dijen që ka, për karakterin që ka, për personalitetin që ka, edhe për profesionin që ka, pozicionohet mirë te vendi vet, femna në biznes është stabilitet, është orientim, është stabilitet, është isaj si femna në shtëpi. Edhe biznesi si shtëpia bëhet një moment saktum. Domethënë është isaj. Teknologjia u bë humane kur hynën femnat mes. Para 6-7 viteve ku mungoshin femnat në teknologji, vendet më zhvilluara si Startup Nation Izrael kishin probleme, kishin fillu thirrje masive sepse teknologjia u zhvillua vetëm nga meshkujt dhe teknologjia ishte vetëm hardware, ishte shumë e ftoftë. Kur fillun me hy femnat, dhe ne kena sot shembuj, po marrim rastin e Mira Muratit, kur fillun me hy femnat në teknologji, unë e kam thonë që para 6-7 vjeç, kur ne të motivojmë femnat me hy në struktura, biznesi bëhet më elastik, më human, më njerëzor, jo se mashkulli nuk e ban, nuk jam feministe, jam realiste në fakt. Por femna ka qëllim tjetër për çka ka ardhur në këtë jetë, mashkulli ka qëllim tjetër për çka ka ardhur në këtë jetë. Po. Kështu e themelon shpesh që si vlerë njerëzore jena të barabartë. Jena tani se para Zotit. Rolet janë ndryshme. Këto s'duhet me nuk duhet me e kalu, po. Nuk duhet me e përzi. Po. Ariodit, atë ka ndryshu leku? Unë e kam mendu që nga që më ka ndryshu standardin, ose më thonë më ka ndihmu me ba standardin e jetesë që gjithmonë kam pas qef, kam pas momente në jetë që kam mendu se më ka ndryshu. Por në fakt Giulio jo. Edhe këtë nuk e tham kështu pa krenari. Nuk kam nej krenari që më verbon, jam njeri që edhe komplimentin, edhe fymjen e marr risaj. Sepse e vlerësoj kush ma jep, edhe nuk është se më ban shumë pesh. Pa tjetër që janë i gjej, por nuk më ban pesh. Si më shave, si më lëvdove, i saj është. Por leku nuk ma ka ndryshu bazën teme. Unë jam e njëjta Ariodit. Njaja që kam kënë që fëmi, njaja që kam dasht artin, kam dasht kulturën, kam dasht mos me ba kur gjana pa vlerë, nuk kam dasht kur me kriju
edhe unë kam mësu me bë biznes tu kanë artiste. Unë kam trajnu shica si në orkester. Për mu shici u du të me fol me kanë intonum. Me ritëm. Absolutisht. E kam një gjudi kënë. Jo, unë e kam bë. Shumë interesante. Dhe e kam bë sepse ka kenë shumë e rëndësishme për mu, mos më avro veshin. Në rallë par, puna ku jam du me më pëlqy mu, du me ndje unë, e motivume, për ndryshe nuk funksionon, automatikisht dhe pisa tjetër. Por aja ka ndiku, edhe a bë mrapa a bë sistem. Ose unë kam vu muzikë në punë. Nuk ka ose unë i kam që kam pas artista punëtort, unë i vesha të lajo, thosha piktura, gjatë kohës që jetu punu, piktura. Liraju. Sepse është shumë e rëndësishme që na, edhe këtu ka shemuj, dhe më thonë, unë uroj shumë, ju uroj ata njerës që unë i kam bashkëpunu me ta, që ata ta kenë vazhdu edhe i procesi, mos ta kenë frikë, aty ku kanë shku, me vazhdu me kanë të lirë si që kanë. Sepse është shumë e rëndësishme që na me ditë me i balancu anë tona. Dhe kjo pika se tash me fute në një botë që kjo është më fute në një botë që edhe e humbi, po kur mendoj se sa rëndësishme është që na mos me dal prej vedit, edhe kur jena të vedi jonë dhe na krijojmë sisteme që na bëjnë ne muni mirë, edhe arti, muzika, kultura janë pjesë e jona. Na secili prej na shikena, na i fusim këta, i bëjmë pjesë edhe të procesit të punës tonë, edhe të fitimit lekut tonë, atëherë kjo na bën ne mos me humb vedin. Unë mendoj që mu ma ka leju, mos me humb vedin tem. Unë e njëjta ariodit jam si kam kanë 6 vjeçë, si kam kanë 5, si kam kanë 4, kur kisha mi tavolina, edhe tash e njëjta. Ka pas momente kam humb vedin, edhe në mënyrë automatike kam humb edhe këtë proces. Por kur nuk kam dal nga bazat e mia. Kjo është shumë e rëndësishme. Kuptoj. Përderisa jena te arti, si mundesh me ma shpjegu jetën, ariodic, shkumen, tashmen, në ardhmen në mënyrë artistike? S'po thëmë me poezi, se s'po du me të vuk shumë. Në një mënyrë pak kështu. Flow. Në mënyrë artistike. Ose po deshte më mirë si pikturë. A den me këngë, a den me pikturë, a den me poezi. Qatë një është i ma komfort. Atëherë, në qovë se marrë me këngë, më kujtohet i këngë, që unë e kam pas gjithmonë një prej këngëve të mia të preferume, me lule të bukura. Qovë se imagjinaj jetën, se si ka fillu, masanaj si ka vazhdu, dhe se ashtu, mund të quj me lule të bukura. Sepse pavarësisht edhe lule të bukura, unë kam i lule që më pëlqen, që është lulkuqja. Lulkuqja quhet edhe lule e lumtunis, quhet lule përdoret kur nuk ka gjëra të mira, po unë e shoh edhe ndryshe. Shoh edhe anën pozitive që ka ajo lule. Fakti që ajo lind edhe në shkretin, shoh këtë anë. Por gjithsesi si këngë mund ta çuj këtë. Nuk e di atë kujtohet ty kjo kënga. Me lule të bukura, du me të luru e vashë një kunor. Apo nga trova nesër. Të bëj edhe herë. E vem background, po si dush. Me shumë qef. Me lule të bukura, du me të punu e vash një kunor. Kja është kënga. Shumë e bukur. Pastaj si piktur, mund të quj një edhe abstrakte. E kam të dyja, Gjulio. Jam edhe njeri shumë emocional, jam edhe njeri shumë racional. Kjo është edhe vështirësia që kam pas për me arritë edhe balancën. Se i kam të dyja. Du të gjej se zban një gjë që të ketë edhe logjik emocionale, po edhe logjik racionale. E kam arrit, kam ndërtu i sistem që e quj Vivid System, që e kam ndërtu edhe për veti, edhe tash e jap edhe për tjerë.
Sepse edhe kjo piktura jam kështu me kanë, do të më i pas të dy anë të medaljes. Mund të më kanë një background i errët, edhe kur pikturoj vetë, se pikturoj vetë. Ka një background që është i errët, etj, dhe këtej përpara mund të duket një lum, mund të ketë rad drita një vendi me ku del uji nga mali, po themi ne. Kështu që do të ketë të dyja. Super, shumë e bukur. Ariodit, sa orë në ditë punën? Tani jam bë demele. Dikur kam punu edhe ka 16-17 orë në ditë. Kur tham dikur është nga 2007 që kam fillu punën, në deri para 3 vjeç. Si mosh? Unë kam fillu punën në 2007, kam kanë si gota ku, 19 vjeç, 20 vjeç gati. Po. Pra për 10 vjet ti ke punu Ma shumë. ma shumë se 3-14 orë në ditë, 15 orë në ditë. Po. Edhe nuk jam nal, asnjëherë. Ku e ke marrë energjinë, ku e ke marrë forcën, motivimin? Se di. Dhe më thonë, e di që se nga ka dal, burimi ka dal nga nevoja, me thonë drejtën. Vazhdoj me ka njerë ambicios. Thjesht kam ndryshu konceptin se si e kam pa punën. Unë jam barrit me atë konceptin që pos punove nuk fiton. Edhe konceptin e kisha marrë literalmente, me kuptimin që do të më punu fort. Edhe kështu nuk u bindësha. Edhe kur më thoshin njerëzit, po ti çu më dil ban diçka tjetër, nuk u bindësha. O do të më najt aty o s'ka. Edhe e kam edhe natyrën që kur kam hyj punë, unë dosh me e myll, me se s'ban. Edhe kjo ka kanë arsye edhe pse s'm kanë pas shef shumë vetas. Do t'i bësha me punu me se s'ban. Të pyes diçka pak më psikologjike. Ky fakti, do të thonë kjo çështja që të njek ton kohën, punën të njek më shumë sukses e gjana. A mos ke kanë të ik për një gjë tjetër? Po. Kam kanë pa kënaqën jetën time. Nuk kam kanë të ba gjana që më kanë pëlqyer në jetë. Edhe mënyrë automatike puna ka kanë i vetëm i vend ku unë isha e vlerësuar. E unë isha e përqafume, unë isha e gjasha vetin, e kisha në kontroll. Edhe gjithmonë kam bë punë që kam menaxhu. Kam pas shans, nuk e kam idenë, po unë nuk besoj te shansi me kuptimin që kam pas atë mundësinë që me menaxhu, kam pas mundësinë me drejtu, mi kanë lanë punë të dorë, kam kanë njerëz që kam marr punë. Edhe kam kanë to escape, kam kanë to ik. Edhe është e vërtet. Të kuptoj. A mundesh më shpjegu pak si e mendon ti? Si më thon ti a e ndjek vetin tan ideal apo nën drejt një veti ideal apo rikthehesh te veti jot ideal? Te veti jot bërtham. Unë jam rikthy te veti. Unë kam bërë një punë shumë të thellë, jo vetëm, po me terapisten edhe me miq të afërt edhe me vetin tim patjetër. Kam punu shumë, më kanë ndihmuar edhe fëmijët, me thënë drejtën, gjatë këtij procesi shumë. Por kryesorja jam kthy te veti. Kam fillu të imagjinu edhe jam kthy te dita, më kanë thirrë dikur tata. Vllai më thirrte, si duket të thirrsha unë vetin, edhe vllai më thirrte tata. Jam kthy te tataja e vjetër. Taja jam kthy. Me shumë fuqi, se të them, shumë të them. Po jam kthy te aja, jam kthy te ajo dita që çabate dita kur vishin njerëz, çabate dita kur lutem kur lutem jashtë, çabate dita kur vete muzikë, çabate dita kur delte humor shkodran në televizor diku në 96-ën, pra unë kam ditën na përmendsh. Kam kanë një njerëz që kështu isha dosha fillosha me kcy, me knu, dosha me bëj entreteniment të njerëzve kur vishin miq të shtëpia. Derisa marraj filmi, si me thonë, po. Por për me zgjill, ose për me gjetë kush është dita, Gjulja, unë besaj se najnë aton fëmi. Na thjeshtin a fëmi të rritun, po najnë aton fëmi. Unë besaj. Kjo nuk është atonën me besu njerëzit e tjerë. Na ton, ai që na drejtan ne, është ai fëmia shumë i meqëm mërna nesh. Edhe ai na mon ne, ai na mon ne grounded. Ai na mon ne gjallë. Mundesh me kanë 90 vjeç, momentin që atë fëmin mërna teje ti e ke qut, edhe një gjën, ai është aq i meqëm, sa ti s'ke nevojë me dalë me pyet për jashta, se ç'a do të më bë. Edhe unë besoj se na ton fëmi, na thjesht prej jetës, prej situatave, prej nevojave ekonomike, prej
prej mungesave të ndryshme, qoftë edhe prej plotësimeve të tepërta të nevojave tona që mund të na i kenë bë pa i pas nevojshme. Atë fëmijë aty e kena surpresë, e kena shtyp. Derisa kena arritur në pikën ka njerëz që ja kanë rrahat fëmijë, rrahin për çdo ditë. Me kuptimin ti se rradot se e ke fizikisht e ke mbrand, po ti ai fleti fjalë, ai ta thot i fjalë, ai zani, ai zani që thot ti Giulio, çoj i tash mos rrekot aty ku je, ose Giulio ty të pëlqen me bë marketing me Giulio, pse s'flet më burr. Ti thu po jam më burr çka kushte se si e book marketingu që nuk janë fjalët e tuaja. Ai është ai fëmia që po cilin po flasim. Ai është shumë i mëshëm, po ai fëmijë. Ai ka nevojë edhe mundi gjuh, ka nevojë mu dasht, ka nevojë edhe mu orientu, po tjetër, por ai ta tregon shumë mirë, sepse vetëm lumtunia ta tregon ty, a je ti tu bë gjën e duhur apo ja? Qose unë nuk jam të menuar tash për followersat, po jam të menuar për veten, me e bë veten e lumtun, edhe mu kënaqi tash në këtë bisedë që na po bëjmë tash bashk, edhe kënaqem për faktin që sytë e tuaj i tash ndriçojnë te aja që ti e tu marrë, që ti rezonojnë fëmijës tanë, pra. Nuk është të nuk thonë në gjë që ti nuk e din. Po, rezonojnë, është vërtet. Kur tham ti, është fëmija jotë mrena tejet, ai e din. Po, sa njerëz e din këte edhe ka raste që i thënë, pa lene ma se flasin këtë këta. Pa lene ma se zbahet kështu. Pa lene ma se na kena vështirësi. Pra, kur ty gjaja të rezonon, ti bash i lumë të naja vendi jotë. Arjodit, si është klimin aktuale të sipërmarrjes në Shqipëni? A është e vështirë, a është e lehtë me bë biznes, a kena inovacion? Atëra, është në transformim. Është në transformim vazhdueshëm. Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm 5 vjet. Këto 5 vjet. Ka me pas edhe më shumë këto 5 vjet që vijnë. Në fushën ku unë operoj, se duke qenë konsulente biznesit e në zhvillim biznesit e tu marrë edhe me inovacion vetë, pra me teknologjie, me startupe, shikoj që ka një dashamirësi nga aktorët, ta qykshu, për me motivu. Dhe i riu një den. Është kosht e njom edhe e ka nevojë, është kosht si më thonë që e merr zjarrin shpejt. Okay. Kja është e mira që na kena. Por na si popull këtë gjë kena shumë të mirë. Na tupite na i thojmë na tërhiqen shumë shpejt, por na edhe marrim zjarr shumë shpejt. Këtu ka punë masandajna për orientim, sepse ai që merr zjarr shpejt ka edhe rrezik me bë dame, ai që tërhiqet shumë ka edhe rrezik me bë prap dame, se çdo gjë me kena i shprehna çdo gjë me tepri ka mrekulli. Po është shumë e rëndësishme që me kuptu që që tregu po ndryshon, ka një pozitivitet shumë të mirë, pa tjetër që ka vështirësina, ama tani klima është super. Shqipëria pa dash me bë shumë reklama, na vend qendër vëmendjes, edhe kjo është shumë pozitive. Ka shumë e vështirë, pa shumë pozitive. Po. Cilat janë 3 sektorët më me potencial për Shqipërinë? Atëherë, stabil është ndërtimi. Potencial, nuk mund ta quaj potencial, sepse në qoftë se na nuk fillojmë me zhvillu infrastrukturë, me investu në kreativitet, qoftë në produktet që kanë me i shërby këtij ndërtim. Në industria nëse na nuk investojmë në industrinë ushqimore, nëse na nuk investojmë në prodhimtari, nëse na nuk bim pra prodhimtari tjetër, ku na me mundësu edhe anën tjetër të ekonomisë me u zhvillu, atëherë këta ndërtime që bëhen ngelin aty ku janë, dhe këtu mund të ndodhin problematika tash. Po bëhem serioze se kalojnë profesion edhe industrit ma potenciale momentalisht që po flasim që atu ullon fokus është teknologjia edhe shërbimet, sepse na këto kena edhe turizmi, pra shërbimi hynë edhe turizmin këtë mes, por unë do këshilloja që në qoftë se na kena sektor të tjerë shumë të fuqishëm që mundena me i zhvillu, cilët janë? Po mundena me zhvillu me pru këtu mrand prodhimtari që mund t'jenë kualitative, pra na nuk jena treg masiv, unë vazhdoj me insistu me këtë pjesë, na nuk jena treg që mund të prodhojmë në mënyrë masive produkte, na nuk jena indi, nuk jena kin, ama na këtu mundena me prodhu kërkim zhvillim për industrit më të fuqishme në botë,
mundena me bë kërkim zhvillim janë me kriju projekte. Research. Na mundena me bë shpikje, që pastaj këto me u kalu në vendet e tjera, mu prollu në vende ku ka masivitet volum prollimi. Sepse na jena popull inteligent, kena shumë skills edhe aty na mund t'i orientojmë këta skills. Pastaj na mundena me ndërtu, kena kapacitete me ndërtu fabrika prodhimit prap duke nejt te kualiteti i gjanave. Edhe këto pastaj me i prodhu me i nxjerr jashtë. Ku diun, na kena artizanatin, një prej industrive që na e kena në një formë ka met masdore, por na kena artista të vegjël që në momentin që mlellen me njëri tjetrin, produkti i tyre bëhet brand, mund të përdorim dijet tash po japim prap biznes falas, po e mira është pse jo, sepse aty pastaj na fitojmë terren. Qofse një produkt bëhet me kualitet, bëhet brand, ai produkt mjafton me mësu me shit, edhe mund të shitet në tonë botë, nuk na pengon asnjë gjë më, nuk kena më barriera në një farë forme. Sa e rëndësishëm është marketingu? Shpirti i tregtisë. Qofse nuk din me ose nuk ka i shprehje shumë të bukur. Nuk ka popull, si më thonë, nuk ka njerëz të këqij, ka njerëz të mirë që nuk flasin. Ose më thonë, nuk ka dëm më të madh se njerëzit e mirë që nuk flasin. Edhe në qoftë se ti nuk flet për veti, kërkush nuk ka me fol për ty. Është e gabuar psikologjia që un jam profesionist, un rritu të vendin jem, ta po merret vesh se kush jam. E kam pasur llon dikur. Kam qenë izoluar te vetë jem, edhe kam thënë se ta po merret vesh, ta po kuptohet. Ja, në asnjë mënyrë. Nuk e kupton kush se kush je. Pra ta marrim më thjesht. Lënë marketingu se u duket sikur është fjalë e madhe, po marrim fjalën. Fjala është ti flet për veti, tjetri e merr vesh çfarë bën ti. Në mënyrë automatike na e dim që na ekziston një Giulio që merret me këtë punë. Qose ti nuk e bën këtë, kanë për ta di 2-3 shokët e tuaj, po që ndoshta ata s'kan fare interes me tregu që ti merresh me atë punë, edhe u mbyll. Kështu që marketingu është për mua baza e biznesit. Baza e biznesit? Baza, marketingu dhe shitja. Ka pas shumë drejt Donald Trump kur ka thënë që sikur ti kisha tash tamam 70% që në investimeve që kam përdor për gjëra të tjera, unë do të kisha hell marketingin shitje. Donald Trump, që është super brand, gjithsesi. Do të thonë, ka pas pa marr emrin e tij se po themi ne ban më vlen më shumë fjala e tij, po të them të njëjtën gjë, Giulio, po ti isha kthy viteve mrapsht të biznesit, di me të thonë që unë s'do kisha hell lek në gjëra të tjera, po arrit shitjen e marketingut. Masanai kisha filluar me gjëra të tjera. Tani po e baj për shembull, kështu që do ta përdori për spot këtë për radio marketing. A mundesh me shit një produkt mediocre me marketing super të mirë? Po tjetër që po. Marketingu i mirë, shitja e mirë është gjithçka. A mundesh me shit i herë apo shumë herë? Atëherë, unë nuk besoj të shitja e produkteve pa vlerë, por nëse pyetja është a mundesh me shit po, që sot ke tash na jena bë konsumator, duke ble produkte që nuk vlen. Na jena popull konsumist. Na nuk blejmë produkte që na duhen. Ne blejmë produkte që na shesin. Por, masanai a e shet tana herët, rrezikshmëria është që kur ti shet një domate me kimikate, rrezikshmëria është që ti e han atë domate edhe vazhdon e bëhet normale. Masanai kur të ka hyrë treg dhe a bën nevojë tregut, atëherë të bëhet mjet jetese. Dhe këtu fillon problematika e produkteve pa vlerë. Pra nuk ka një formulë fikse, vet nuk i besoj, ama edhe vet jam pjesë e këtij treg. Kështu që jam vet pjesë e këtij procesi, vet nuk e bëj. Vet nëse nuk i besoj një produkti nuk e shes. Vet nëse nuk realisht ndaj produkt që unë jam të shit, nuk ka ato bazat, dhe ai klienti që është në krahun tjetër nuk është i bindur për me marr, me zër nuk ka shanse, nuk nxjerret në treg sepse është forma. Ama që funksionon patjetër. Ta kuptoj krejt këtë si thu që s'mund shes si produkt që unë s'besojnë te, sa është fix për shkak rasti jem. Kur flas me supermarket për shembull, unë e di vlerën e brandit personal, a kupton?
e di se çfarë vlerë ka të njohin njerëzit, reputacioni jot, emri jot shkon në vende ku ti s'ke shkuar la. Po Edhe tjetër. flet. A din? Edhe është ajo si thati, unë s'baj shitje hiç për shembull. Unë I them, Njajtë. a don me të njoh njerëzit? A ke 15 vite sakrificë? A ke shpenzu kohën me familjen për shembull, sakrifiku kohën me familjen, ke shpenzu lek tana gjanat. Po jepi pra za vedit, jepi fytyrë vedit, jepi reputacion. Pse me fol bota për ty kur mundesh me fol ti për vedin? Kja është shumë e rëndësishme. Edhe në qoftë se vazhdon me këtë, që nuk do të munal, kja është misioni më I madh që mundesh me pas. Po. Se kja baza, nëse me tamam që unë jam parimisht kundra lëvdatës, pra unë nuk jam që ti me lëvdu veten. Po. Por pse nuk jam? Se është një rregull edhe në shitje. Një prej sistemeve të shitjeve që është AIDA, si sistem, thot që kur ti lëvdon vetin, je thjesht u mburr. Leni tjerët me të lëvdu ty. Ama që ti me tregu se kush je, kja është detyra jote. Plasim pak për gjinin femërore. E shoh që ti I mbështet shumë. Po. Cilat janë disa prej pengesave që I hasin gratë? Të fillu prej të mentaliteti, të vazhdu të gjana ndoshta pak më teknike në biznes. Atëra, sot ka ndryshuar shumë koha, me thënë të vërtetën, pavarësisht se në vendin ku ne jetojmë, mendam që ka akoma vështirësi shumë të mëdha, edhe këto vështirësi pjesa më e madhe vijnë nga gjendja ekonomike, por vijnë edhe nga mentaliteti që na kena. Ne vazhdojmë me kanë popull maskilist. Ne vazhdojmë nanat tona, pra brezat, akoma vazhdojnë me dhanë orientime të gabume, gjatë që pastaj ndikohet gjinia femnore. Kja është një anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes është që tregu, edhe kur them tregu, unë them edhe femna meshkuj është çështje tregu. Tregu është duke qenë I orientuar në mënyrë të gabume, edhe mashkulli ka keq kuptuar rolin e vet në shoqëri. Ashtu si edhe femna e ka keq kuptuar rolin e vet në shoqëri, se pastaj unë besoj dhe nuk mund shtirem dot. Unë besoj që është zgjedhje personale. Brezi jem nuk është se ka ardhur nga situata më të lehta. As kërkush që ka guxuar në jetë, qoftë femën apo mashkull, nuk është se e ka pas lehtë. Pra unë mendoj që në biznes, pavarësisht se femna nuk e fillon 100 metrash nga zero, ja, e fillon 100 metrash nga -50, pra pavarësisht kësaj, sepse biznesi vetveti u kriju nga meshkujt dhe ti pra ti hyn në një territor që nuk është I joti. Këtu fillon vështirësia parë, qoftë edhe në koncept, na si femna, po ta tregoj, unë nuk jam njeri shumë praktik. Më duhet kohë, më duhet më shumë ditë se sa një mashkull me kanë praktike, me kriju prakticitet në punën time. Po kja nuk do të thotë ai mirë e keq. Kja do të thotë që ti duhet me kuptu vetin tënd, edhe se kush je ti. Kja është ideja. Ose çka ke ti pikë më të fortë dhe mashkulli me kuptu çka është pika më e fortë. Tan puna, tan vështirësia nol kur këto të dy do me xhat rolet e njëri tjetrit. Ose kur këto të dy keq kuptojnë që me kanë CEO I një kompanie, ti zot më thonë që do të më kanë mashkull CEO I asaj kompanie. Por ti je femër më bë mashkull. Ja. Ti do të më kanë femën CEO asaj kompanie. Statusi I CEO-s ka specifika të veta, që ti mund t'i bësh si femën, dhe specifika. Pastaj, çështja e respektit, aty fillon problemi. Se sa më respekton tjetri. Domethënë, respekti nuk është I imponueshëm. Fakti që ti ke zonë vetëm organizatat shtetërore e kanë të imponueshëm respektin, sepse të imponon statusi, është presidenti, është drejtori, edhe ti automatikisht je, bane punën tënde, ty tjetër të respekton nga statusi. Vendet komuniste tonat e kanë bazë këtë. Domethënë u bë drejtor, ai nga dje ka kanë çicën lagje, se ka si ka fol njëri, tash u bë drejtor të të një institucion, direkt shef ton. Ai tu u bë shef nga shic. Po. Nol vështirësia. La aty fillon edhe vështirësia e femrave, sepse pretendojnë që ndoshta hynin, si më thon, pretendojnë që do të më u lehtësu disa gjëra, më shumë se sa duhet, ose pretendojnë I bëjnë gjërat I fije më të vështira. Kjo ka kanë edhe një prej vështirësive. Tash unë po flas këtë, unë gjithmonë bi nesh, pavarësisht se I motivoj shumë femrat, po unë bi edhe nesh shpesh me femrat. Unë I kam bezdi I viktimizimet. Unë sugjeroj dhe vazhdoj me insistu shumë që femna nuk duhet me pretendu të drejta, se I bie që ja viktime dhe I bie që si ka.
Unë pretendoj kur s'kam. Kurse unë kur kam, unë thjesht kërkoj edhe thamë ito janë kushtet e mia. Po. Pik. Pastaj avash ka me u bin tjetri, se nëse sa mësu me të respektu, jo ty, po femnën në përgjithësi, në fillim ka me bë rezistencë. Po këtë ta ban edhe ku ty fëmia jot. Ti i thu jo mos e ban, ajo e ban, se dhe me e bë, se ka çefin e vet. Kështu që un jam kundra viktimizimit. Duket sikur a fjalë kështu, po jam kundra, parimisht. Gjenia femnore duhet me marr atë që i takon, në mënyrën se i takon, me formën se i takon. Dhe gjenia femnore ka një formë. E dashton, e mirë, me dashuri, me tregu ç'a është dashuria. Kjo është detyra e saj dhe nuk me vlera se është shumë e rëndësishme dhe kjo nuk tregon që ti nuk i me çu zanin ndonjëherë. Kjo tregon që ti ke me çu edhe zanin. Kjo tregon që ti ke me kanë edhe ashpër, kjo tregon që ti ke me kjo tregon që ti edhe ke me u depersonalizuar ndonjëherë, se tjetri ta kërkon që ti ta bash. Po kur kjo është për që ti me respektu vedin, edhe ti me ata normat e tuja, vlerat e tuja, të familjes, tanë, të fëmijëve që ke me pas nesër apo që ke sot, në mënyrë automatike kanë me të respektu tjertë. Dhe ja fillen e bëhet proces. Dhe po ta thot dikush që e kam kalu pra, atë fazën, e kam kalu dhe fazat e vështirësive. Të kisha pas orientim, apo mentorim, apo ta quajmë si ta dush, me shumë mundësi do kisha bëma pak gabime drejt vedit në atë kohë. Edhe sugjerimi jam ndaj femnave zot me bë pakt. Kur femna edhe mashkulli. Po me që i pyetja është për femnat, pakte me vlerat e tuja nuk bëhet. Se ke dal prej rrugës. Dhe më thonë, pa tjetër duhet me kap objektivat, po me vlerat e tuja s'bëhet pakt. Po bane pakt me vlerat e tuja, jo se nuk kthehesh prap në vlerat e tuja, po është tash po ja them këtë se e kam shumë rëndësishme, unë jam nana edhe i djalit edhe i vajzës. Djalin tem du me eduku ashtu siç duhet, vajzën tem du me eduku vet ashtu siç duhet. Nuk ka gjëna të lehta. Ka gjëna të arritshme, po jo të lehta. Qose na njekum rrugën e lehtë, mashkull apo femën qofshin. Kur them rruga e lehtë është ajo rruga ku ti çohesh mjes edhe ti thu ku diun, po e marrë këtë edhe pse sa shti jemi. Mund të jetë rruga e lehtë, një moment caktuar ka dalë ajo shprehja mos ma tregoj se e ke bën 1 milion në bar, po unë nuk e tregoj, edhe shumë kush nuk e tregon, s'ka gjë, nuk ka problem. E rëndësishme është me e kuptu që momentin që e ke bën, dije që është rrugë e lehtë, na luk kthejo mrapsht edhe filloj të gjej rrugën tënde. Pra unë nuk them mos e bane, po dije ku më kthy. Na pasi shprehjen në Shkodër më mirë tu kthy lek se i tu vranë lek. Po, e bukur e bukur. Kështu që më mirë thojnë tu kthy leka, është më pozitive. A janë femna xheloze për suksesin e njëra tjetrës? Unë mendoj Giulio që tanë njerëzit që s'janë mirë me veti janë xheloza për tjerët. S'ka rëndësi, femën mashkull. Fara, rëndësiet nuk ka. Edhe meshkujt janë xheloza për femnat që s'janë suksesshme, edhe femnat janë xheloze për femnat që janë suksesshme, apo unë i kam pa të dyja gjenit. Unë jetën time kam trajnu meshkuj e femna, bile ka pas raste kam pas në kompani vetëm meshkuj e 3 femna. Edhe ata që janë keq me veti, edhe jo vetëm kompani, po edhe në shtëpi, edhe në familje, edhe njerëz të afërt. Kur njeriu jot, miku jot, shoqja jote, punëtorët që ke afër, njerëz që bashkëpunon me ta, nuk janë mirë me veten e tyne, janë të paralizuar me veten e tyne, dhe ti nuk rezonon me arritjen e tyne, por ti atyne ju pasqyron dështimin e tyne, dhe ata nuk po gjajnë fuqin me gjetë lumtuninë e vet, në mënyrë automatike ka me i fillu zilia, ka me i fillu inadi. Mos harrojmë edhe diçka tjetër, na jena popull që jena mësu mos me komuniku, na vim nga 50 vjet mungesë fjalët. Domethënë unë nuk e quj komunizëm pa komunizëm, unë quj atë që ka pas dëm, atë që ka pas mirë, don që ka pas mirë. Jepi Cezarit që është Cezarit, po kjo ka kanë pjesa dëmshme. Na kena mësu mos me fol. Pra na jena bane një forme popull hipokrit. Në këtë aspekt. Se na nuk tregojmë dot ç'a ndjejmë.
Dhe duke mos tregu që ndjen, në mënyrë automatike ti bëhesh xheloz, por ti nuk e thu, ku diun Giulio, sa çefe kam valla që ti e bane, sa çefe kam që e bane këtë. Siç po mund të ma thush ti mua, ajo dita, një filanin, unë tham jo, ti thon merre. Çe bajallon. Por nuk e kam problem me ta llan. Pse? Sepse është një gjë që e di, mund të ndihmojnë ty. Momentin që ti si e mirë me veti, gjëja parë që ti ban është ti merr atë që kam bë unë, edhe fillon e mshehesh, edhe fillon e ndihesh keq, edhe thu pse ta ket ajo se kam unë, e fillon se s'din rrugë tjetër. Kështu që nuk janë vetëm femra xheloze. Unë i kam pa të dyja kategoritë, edhe nuk ka gjë më të keqe, sepse këta lloj xhelozish ose këta lloj egosh të smura që kanë kthy mbi njeriu, kur egoja të mbizotnon, aja mundet me dëmtu shumë gjëra. Ariodit, me sa diun shumica gjanave tona, të 10% e subconsciencës ton vinë prej fëminisë, prej mangësive ose prej traumave që mund të kena pas. Shikoj që edhe femna edhe meshkuj, po kryesisht edhe femnave i jep një lloj zanit më të madh. Ti këtë support që e femnave, a të vjen prej një mangësie që mund të kesh pas vetë? Po, unë kam kene pa supportume. Edhe kam kënë një vajzë që po thuj se ka kënë ndalume me baq çdo lloj gjajet. Çfarë do gjë? Unë kam ditë me shkruar me lexu që është 2 vjeç e gjys. Fëmijë artiste, më pëlqeshin shumë gjana, dosha me shkru, dosha me lexu libra, dosha me shku në diskotek, dosha me dalë më sanena, dosha me çdo që ka kënë jo. Dhe më thonë krye fjala ditës teme ishte jo. Dhe ti kur vjen që je në lumbilem kujtohet, kur kam dash me shku në punë të parë, puna parë ka kanë një fabrik telash në Shkodër, kablo tela elektrik. I tham bab, s'du me fillu punën, edhe më thot, po shkove në punë, do të zjarri jashtë. Imagjino sa ishte. Se s'ke nevojë tha me punu, pse do me dalë për shtëpi. Se ka kanë kohë, se ka kanë situata, se ka kanë para supportit zero. Ose merrsha bonuset e punës, se shiqim kablo edhe merrshim bonuse ose na bishin klientë, kishim klientat mëdhej, na bishin bonuse edhe s'mushit mundisha me i çu lek në shtëpi se ku i morë lekt. Domthon, kështu që supportet fillojnë nga familja, problematikat kryesore fillojnë nga fëminia dhe tana këta të building up, të ndërtojnë ty si njeri dhe pastaj ti momentin që lirohesh pa e që i këshu. Dhe del në atë rrugën tënde, në atë rrugën që qoftë edhe veç shoqëria, mas që ti marrën shkollën, më kujtohet, marrova diplomen edhe ditën tjetër herë kur fillon punën. Domethënë deri atëherë mos del, mos puno, mos lviz, mos ne fillo tash. Po i sekond se por nuk ishte fej, ishte domethënë kështu, ishte ekstreme. Edhe patjetër që një prej shtysave më të mëdha ka kanë fakti që un jam rrit në një frym që gruaja ka kanë shtëpiake. Se më thonë është e pa vlerësume ose ndoshta jo me qëllim pa qëllim, s'ka rëndësi, po kështu ka kanë. Edhe un jam rrit me atë frym edhe ajo gjë më ka nxit shumë. Aq më ka nxit sa ka pas raste kam ballë dëm vedit. Sa aspiratat e ambicia shkoj shumë, ishte shoqëri që i bona fëmijë, mund të vazhdosha karrierën pa ba fëmijë. Kuptova. Shkodra. Çfarë është Shkodra për ty? Zemër. Shkodra për mu, na jena të ardhëm prej Koplikut. Pra baba ka prej Koplikut sipër. Edhe na nuk jena shkodran, sa kena kanë Shkodër gjithmonë na thoshin malsor, sa shkosha në malsi më thoshin qyqeqare. Masandena erdha në Tiranë na thoshin malok prap, u kthyme prap. Tash si më thon, tash na thojnë artista, tash na thojnë me kanë shkodran të në i bande, më thon Shkodra për mu nuk është thjesht djepi kulturës. Shkodra për mu ka vu bazat që nëse unë ja di dikujt për falemners që kam ndërtu atë dyshemen, se i thojnë, me ata themelet e veta, unë ja di qytetit, me tanë që ka pas mërën, se nuk ka qytetin e vetë vete, po
me tanë që ka pas mrena dhe me formën se si është e nërtuar ai vend. Ai vend I ka tana. Jo me kod dikur ka në kryeqytet I Shqipënisë, thash se kam shumë problem me a thonë për mua e meriton më bë prap. Nuk ka më bëj Shqipënisë, ndoshta mund të bëhet I Ballkanit. Ka alternativa, po mendoj që I ka tana. Është një vend që ti pa me në tana kontekstet e veta ti ke mundësi me I bë krejt. Janë çështje vlerë, për çështje kapacitetit, a mendon se mundet për shemb mund të bëhet Shkodra kryeqytet? Se Shkodra ka I lifestyle shumë slow, a din, shumë të avash, me fjetë në drekë, me myll tana dyqanet. Kujtohet kur hap me kompaninë Shkodër, një prej intervistave ishte por zotem pse se bani orarin e drekës 2 orë. Në gjë, Giulio, edhe me shku në Marbella, në Spanjë, 3 orë I ke fjetin shek. Siesta që kanë ata. Po. Kështu që ata e kanë zhegun I saj se na. Puna është se atje është Marbella, sepse janë një strategji tjera investimit, nuk është priç kultura, janë një strategji investimit. Unë mendoj që gjithçka mundet mu zhvillu, vetëm nëse ti shkon e kupton çka ka pozitive, ti nuk prish bazën e atij vend. Ti nuk prish kulturën e atij vend se ti den me mjell aty kallamoç. Nëse nuk ec, ti do të më shku me mjell atë çka mjellet ajo tokë. Shkodra ka kapacitete mu bë kryeqyteti I kulturës, nëse nuk bëhet kryeqyteti I një vendit. Po kryeqyteti I kulturës siç është investu në Korç. Për atë që është mu investu në Korç. E para, në Shkodrën jeta situatë. E para, e dyta, është pikë strategjike për digitalizimin, për inovacionin, sepse është pikë lidhjet. Na jena ur lidhje në tërësi. Por këta 2 pika strategjike, Shkodra me Korçën, janë strategjitë tamam edhe në digitalizim, kja funksionon, edhe po ta tregoj që nga aty mundet mu bëj lidhje me çdo gjë tjetër. Por në qoftë se na e zhvillojmë këtë, pastaj kulturën e vendit mos e luaj, se ajo është e bukur. Ku ka një vend më të bukur se Shkodra, ku ti shkon, pin kafe edhe kamarieri tallet me ty. Shion edhe tallet. Edhe tallet shion. Bile pjesa më malle se kuptojnë. Edhe ku ka një vend që ti shkon edhe kamarieri të bën batut. Domethënë tash ai nuk tallet me të keq, po me kuptimin bën batut, bën humor. Edhe humorja kulturë, edhe fakti që vazhdon është kja fuqia më e madhe që ke. Unë nëse ka pasi gjë që më ka ndihmu, mu kthy te veti jem, është mu kthy te I qeshuni. Edhe unë e shikoj tash që zgjill pjesën më të madhe të xhanave e zgjill veç me qeshun. Domethënë, mos më e marr personale, me zgjill me qeshun, dhe me vazhdu jetën. Shumë virtyt I fortë është humori. Kam pa për shembull njerëz që ti njeh në business deals, situatë shumë e tensionume, ti din, edhe më mirë se unë, shumë e tensionume, të shiqa, tanë të u kujdes, kështë mos të flasni gjak, kështë investitor të huj, këte janë ja plasë një batut, u çlirun tanë, fillunën të folë, të qesh, u vu firma, u me më abeti, me I batut. Edhe pa ta shikoj, edhe po dolme në profesion, njerëzit nuk blenë se ti ke produktin më të mirë, Giulio. Po. Njerëzit blenë nga emocioni që I tyllon. Po. E vërtet. Edhe ti tanë ditën thuj, tanë ditën trego se sa profesionisti mirë je. Në momentin që ti sa shkencëtar ke që ti unë ti nuk e ndëgjojmë hiç. Hiç. Se janë boring. Ansi të ban mundje ignorant, edhe nuk ka mirë. Po. Fix. Kështu që Ariodita, kam një gjuhë se eto marr pjesë të një event shumë të rëndësishëm, edhe që është kam I hap mundësi shumë vetave me balek. A mundesh me mëllon në informacion se mund të jemi interesum? Suspense. Giulio, ma në fond e dava menën. Unë kam punu në biznes tradicional tonë jetën. Po ndërkohë vetë, për kush më njeh e din, po edhe kush s'më njeh ta kuptojnë që vetë kam pas gjithmonë pikë të fortë networkun. Edhe networkun tradicional, por edhe networkun online. Unë nuk e kam nuk kam dal kur nga rjeti. Unë vetë si njerike, nuk do të thotë se e kanë tanë njerëzit, po unë vetë si njeri e kam shumë pikë të fortë me lill, mu bë pjesë e rjeteve, mu lill me rjetet,
mu më ka ecë biznesi duke qenë pjesë e rrjeteve. Edhe kjo është edhe një prej arsyeve pse unë edhe njerëzit që kam trajnuar, që mentoroj, që trajnoj, një prej shërbimeve që kam konsulencë është Power Deal quhet, që është pjesa e ndërmjetësimit. Domethënë është punë e jemja, e vazhdueshme e ton jetës. Tani e kam do me anë që këtë pjesën e networkut, mas që u bona demele, mas që punova 17 orë, u bona demele, për më bë demele, unë prap du vazhdoj me punu, se unë s'ri dot. Unë sa do ekonomi me pas, unë prap du me bë diçka. Domethënë du mu ndje e vlefshme në jetën teme. Edhe po tjetër tash në një format ndryshe, se tash du më shumë kohë me fëmijët, du më shumë kohë me vetin tem. Tash ka kaluaja faza jetës që du me shiju tash se. Kështu që kam gjetë sistem i cili është network marketing dhe në bashkëpunim me një prej grave, që nuk ka vetëm për gra si event, po unë jam bë pjesë kam qenë gjithmonë në fakt pjesë e rrjeteve ndërkombëtare dhe në kuadër të zgjidhjeve të trajnimeve që unë baj edhe të zhvillimit të biznesit që unë baj, unë do hostoj, do drejtoj për një trajnim, me datën 18 në orën 18 qershor për tani. Në orën 18 do lançohet një trajnim, është online, është for free për momentin, sepse është launch, por është një solution. E din që një prej punëve kryesore që kam është me gjetë zgjidhje, kështu që unë e baj trajnimin për me zhvillu biznes, unë ofroj zgjidhje në konsulencë, por du me ofru edhe zgjidhje ma vertikale. Pra një i ri që ka marketing, një mikroinfluencer, një person që ka një biznes saktum, ta ketë edhe një orientim ku me bë biznes ndërkohë që bën një punë tjetër. Pastaj avash me kalimin e kohës i vjen edhe mundësia për me bë edhe si full time, por po them siç kanë filluar gjithë, kur kanë filluar agjendat real estate në fillim, nuk kanë pas full time job. Ne kanë filluar part time. Shumë profesione kështu fillojnë. Kur je i ri kështu fillon. Po. Edhe unë këtë mundësi do më jallon këtyne njerëzve që mund të kenë punë tjera, etj. Mas që marrin trajnimin, dinë se si mu zhvillu e kanë edhe një pikë orientimi. Pra jo thjesht mu trajnu edhe masane me dal prap me kërku në ajër. Ky trajnim, ky event, atë ditë shërben për këtë arsye. Do jetë lunch dhe pastaj s'kena për të nalma dhe we see shifena on the top. Super. Kjo është pyetja që në fakt është bërë kështu si klasike e podcastit ton. Pyetja për Myllse. Çfarë këshillet ke për një të ri shqiptar që është nëpër Europë, në Amerikë, që ka një trajnim, një formim, një shkollë, një skill, a do e kishe ftu me u kthy në Shqipëri me ndërtu jetën këtu apo jo? Atëra, unë i kisha thënë duku. Duku është show yourself. E para. Dhe show yourself në këtë rast është trego. Nëse je shqiptar, tregoje. Edhe tregoje që e ke atë vlerë. Edhe masanena a mu kthy në Shqipëni apo jo, gjuljo është relative. Sepse tregu i biznesit dhe i shërbimit, edhe i Shqipënisë sot që po flasim, mundet me kenë ndërkombëtar krejt kollaj. Por unë aja që insistoj është që na mu duk. Ka ardhë koha jonë mu duk. Kështu që trit kudo që t'jenë, në qoftë se kena të njëjtin gjak, atëherë ata të duken, të tregojnë ç'a dinë me bë, pse jo pastaj edhe të sherim me njëri tjetrin. Pra trit e vendit këtu, me trit e vendit në Amerikë, të ndajnë me njëri tjetrin, sepse është një prej urave lidhëse më të kollajta se sa më nda diaspora e një farë moshe. Diaspora e një farë moshe lidhet, po lidhet ndrysh. Të rritë të diasporës të një moshe më të re lidhen pak më ndrysh, është pak më e thjeshtë. Do kisha qenë e lumtur sikur të isha pjesë e këtyre proceseve, sepse është shumë kollaj. Pastaj mu kthy, unë patjetër që jam mate, unë vetë kam vendosur me jetu në Shqipëri, se besoj që guri rand peshon vend vet, pavarësisht se sigur sa të mundem me peshu kudo. Po. Kam punu për atë di që me peshu kudo, po prap unë besoj që pa thamë fjalë thjeshta. Qa ka Shqipnia? Ti ke kanë në Izrael, në Gjermani, në Francë. Qa ka Shqipnia nërsh që ti e këtu sot, ku mundesh me kanë super mirë, e respektume, vlerësume, me të ardhën me tana? Ma të thjeshtë ta kisha pas jetën kudo që do të kisha jetu. Përveç në Shqipni. Përveç në Shqipni. Dhe me thonë, këtu ka kanë pjesa
tu ka kanë, unë ta kisha pas shumë më thjesht kudo, por unë e kam vendos edhe mas që kam kalu shumë eksperjenca edhe jashtë, unë mendoj që s'ka vend më të mirë se Shqipnia. Nuk ka. Domethënë është gjithkund ti mundesh me shku, po ditë ti me kriju atmosferën, ti nuk ke vend më të mirë se kë. Po tjetër ka vështirësitë e veta, po këta vështirësi i ke gjithkund. Ama ka një gjë në Shqipëni, jeta nuk bëhet kur boring. Ti ke mundësi ke mundësi vazhdimisht me jetu. Pastaj më tjetër që varet shumë. Varet shumë me ke, varet shumë si, varet shumë, se nuk du që njerëzit me di që tendenca është me e marrë, ndoshta ka herë shablon atë që na themi. Unë mendoj që si vendi jot nuk ka, edhe mendoj që na jena vlerë e kësaj, po kjo nuk do të thotë që unë nuk punoj vetëm në Shqipëri, unë jam pothuajse pjesën më të madhe të vitit jashtë Shqipërisë, Xhulio. Ndoshta kjo ma lehtëson mu procesin pse unë e du Shqipnin, po për shkakun gjatë që mu mungon shumë, unë nuk shkoj shumë shpesh në Shkodër, se s'ka mundësi. Pra po mu mungon. Kështu që mund të dalim te e njëjta pikë, ama mendoj që s'ka. Edhe mendoj që është edhe potencial. Çdo vend në zhvillim është potencial. Tash po dal edhe në kapitalizëm. Jena në zhvillim. Më fole për Shkodrën, më fole për Shqipnin. Unë e du Shkodrën fort, sa aty jam rrit, aty kam marrë bazat. Po për Tiranën, ç'a mundesh më thonë? Për vibe-in e Tiranës, për dinamikën, për ç'a është Tirana? Inkubator zhvillimor. Vazhdon me kanë inkubator. A di si është puna? Tirana është si çdo kryeqytet i cili është përzgjell, nuk e di a ka kanë strategji e mirë kur e kanë përzgjell apo jo, por kështu ka ndodhur. Dhe për mu se si na zhvillu na si Shqipni, në këtë moment ku është Tirana, është shumë mirë sepse ka leju me zhvillu deri tani ku jemi ne. Pavarësisht se unë si erudit, nuk e di a keti informacionin, por pa jap, unë gjithmonë kam kanë me zhvillu projekte jashtë rrethit, edhe unë vetë kam ndërtu platforma si Global Digital City, që ka zhvillu edhe që zhvillon pjesat jashtë qendrave, jashtë kapitalit. Sepse unë jam parimisht kundra që nuk duhet me kanë 51% që i GDP-s të vendit i fokusum diku, parimisht ekonomikisht është gabim. Domethënë, jo, nuk ka lidhje Tiranë, po Tiranë s'ka rëndësi ajo puniç. Pra për me arrit me shpërnda volumin duhet. Duke kuptu strategjikisht se si funksionon zhvillimi, patjetër që ajo dashur me mbledh diku. Dhe deri tani ka funksionuar tillë, me çfarë jam të kuptu tani, tani do shpërndahet. Por kështu që është Tirana është metropol. Tani Tirana do bëhet metropol siç çdo metropol i botës. Edhe shumë mirë që do bëhet e tillë. Unë nuk jam nga ata njerëzit që thotë u ba, si u ba. Unë mendoj që na kena gjanë më të mirë sot e kësaj ditet në na arrit marketingu i vendit, qose dikur unë kam hek shumë keq me pruri klient huj në Shqipëri. Unë sot e kam përner me pruri klient huj. Unë sot shëtis botë, nuk ka njëri në botë që unë shëtis sot. Në këto 3-4 vjetë ka ndryshu ky fenomen, dhe këtu ta them, sepse është një ashtu. Mos e merrni si reklam, se si bëj reklam as si lloj qeveria, as politikani, as si lloj gjaje, po ajo që është. Vendi jon sot ka marrë emër dhe nuk ka njeri në botë që un kam taku që mos më thonë që wow, un nuk e di ku është Shqipëria. Tash është ton, un e di ku është Shqipëria, bile e kam vënë listë me kanë në Shqipëri. Dhe për mu kjo është këtu fillon zhvillimi. Pra që se thamë qa marketingu, këtu fillon zhvillimi. Tash a jena ne gati si popull, si Tiranë, si qytet, si Shqipëni, me prit këtë lloj prodhimtarie, tash na duhet më bë gati. Është gjë krejt tjetër. Por ama që faza e parë ka fillu, që kena bë brand awareness, e që kjo Tiranë po ndryshon konceptin e kapitaleve, pra që kush janë metropolet, po e ban. Edhe s'ke ç'a diskuton. Super. Mirë. Shumë faleminderit se ishe në podcast. Ishte kënaqësi me të pas, me të një gjuhë. Edhe jeftume, edhe e ke derë në hapën, s'ke nevojë për ftesë, e ke derë në hapën. Kur do që të kesh dëshirë. Edhe ti Xhulio, shumë faleminderit. Unë të respektoj shumë. Vazhdo
je i lirë edhe vetvetja dhe vazhdo motivo në atë format si që është Giulio, alla Giulio. Sepse aty është diferenca jote, edhe unë të vlerësoj për këtë arsye, edhe ti e i ftuar të eventi jem, qoftë edhe në evente tjera mrapa, edhe në aktivitete, sepse është shumë e nevojshme me pas sa më shumë njerëz si ti, si unë, që flasin. Duken. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi.